ish deputet me detyra të rëndësishme në këtë vend për shumë kohë, tani ndërkohë nuk u bëre deputet fatkesisht, do të ishe atje në parlament, se je një nga zërat më të angazhuar dhe më të fuqishëm, duhet thënë, por ndërkohë shqyr që je në përstudie televizioni gjatë gjithë kohës, dhe ne nuk mund të rrim do të patë pasur në sym, shumë shpesh në përstudio, jo vetëm mund, po sigurisht dhe shumë emisionet tjera, ti që je ndjekës i fort i aktualitetit. Kjo javë që po ikën, që unë mbyll sot, ç'të ka mbetë në mendja kjo javë për shembull? Cili është lajmi që të ka mbetë në mendje dhe që të ka bërë që të interesohesh kot për qef më shumë? Është një pyetje kështu. E para, thasht falenderoj për ftesën dhe për gjithë. Është kënaqësi gjithmonë se fjalët e mira që fole. Unë kam marrë 7250 vota në listë hapur, i treti më i votuar në listën e hapur të Tiranës pas Jorita Tabakut dhe Ilir Ali Mehmet. Dhe nuk janë parlament. Pra s'jam parlament jo për fajin tim, as për fajin të 7250 qytetarëve të qarku Tiranës. PD-ja mori vetëm 13 deputet. I ke marrë në Tiranë këto vota? Qark Tiranës. Pra Tiranë... Se njerëzit kujtojnë nga që ti për mund gjithmonë lushnjë me këto kujtojnë se ke marrë lushnjë. Po... Në fakt, dhe thoi që ti e banori Tiranës i vjetër shumë. Nuk e di se sa vite duhet që të quhesh. Venali, po si duket këta... Ish blok mendet, Venali quhen vetën e tyre. Po qartë. Unë jam krenar se ka marrë vetë në Tiranë, nuk ka pru plaka sekretare partia, po baba spion sigurin. Shumica këtyre kështu ka ndarë. Kjo javë që mbyllet nesër, përveç pjesës politike, pati ngjarje tragjike. Pra të ka mbetur gjyqtar i vrarë? Sepse në fundit, unë e shoh të lidhur drejtësinë me politikën. Falë kësaj politike, të tredhur nga ndërkombëtarët, kemi i drejtësi jashtë funksionit prej 9 vitesh nga 2016. Kur u votu në mënyrë të turpshme 140-0 në parlament, se Don Lu Kirkistani, me gjithë Romana Vlautinën, detyrun Berishën, Lulin, Ramon, Metën, Merat, votojnë këtë palë reform. Pastaj në maj, në qeshor 2017, PD-ja dhe PS-ja bashkuan votat dhe votuan një trup vetingusësh me 27 fllëqësira. Fllëqësira. Për që ke përkarën? Në total. Për ish prokuror të shkarkuar, si një Rama që si lanë gjapa thanë, tash i dha mandat 9 vjetë, për është quhet paradhome gjykatës kushtetuese kjo. Pse ke këtë gjë që ta kuptoj publiku, pse ke këtë mlef? E këtë mlef dhe që i quhen fllëqësira? Ja të them pse i quhet, sepse për fatin e keq të atyre, jo timin, ja u njoftë si vinë dhe backgroundin nga vinë dhe çfarë kanë bërë në jetë, dhe kanë qenë përjashtuar 80% e kësaj 27-ës nga sistemi i drejtësisë dhe kanë patur procese penale me drejtësinë. Nuk mund të ishin këta njerëzit që do gjykonin 800 gjyqtarë dhe prokuror të Republikës Shqipërisë që bën apo s'bën për të nejtë. Qartë. Pra, duhet merreshin 27 individ të ri sa të mbarojnë shkollat. Që si lidhë e gjatë. Ti thua të pa të mos ishin njerëz të pa infektuar, sepse ai që shkon për të kryer vetingun dhe mbart me vete mlef, nuk është jo hiç mlefi im, ndaj tyre, unë e kam mlef social. Qartë. Në mbrojtje të interesave 800 gjyqtarë dhe prokurorëve që për mua kanë qenë gjithë në një sport qeshie, dhe nëse ky vend ka qenë i urinuar, kjo ka qenë shporta më e madhe, dhe këta janë përpjek mes tyre, thonë këte e ka kap, te se ka kap. Por të ashtu publikun, se publikun nuk është në ndjek shumë këto detaje, dhe se janë administrative dhe janë programative. Që janë 27? Pse 27? Të kujt janë këta? KPK-ja dhe KPA-ja. A janë 27 organet e vetingut total, edhe komisioner. Po s'ka asnjë që ty ta mbush mendjen atë që mund të jetë person i drejtë në kuptimin person me integritet. Vendimet nuk bëhen me individ. E di. Ata kanë gjykuar në KPK 3 veta dhe në KPA 5 veta. Kështu që nëse janë 4 të qelbur, ky 5 jo shkot, o do shkoj mas tyre ose del në pakic. Nëse kanë qenë 2 të fllujt në KPK, ai treti edhe po tishte që thoshte nuk do ta heqim filan prokuror, Anton Martini, po Markot. Nuk do ta heqim se është malok. Qartë. Se është i mirë, ka luftu bandat, ka fut edhe s'ka. Ose nuk do të mante standardet të ndryshme për individ ndryshëm. Për shembull, një gjyqtar, Besnik Muçi, po i kërkoj njerë, se kam qenë në studio me te, ka ik nga vetingu, se ka pas blej shtëpi, tek i ndërtues që rigjiditet me 2-3 prokurorë tjere, 2 nga këta janë spak. Ky ka ik pse ka blej shtëpia, tje këto rigjiditet me këte. Ka ik se ka blej shtëpia, po ka ik sepse nuk ka arritur ta shikoj si. Jo, ka justifikuar shtëpinë, po pse quhet kontakti i papërshtatshëm ke ky njeriu që ka blej shtëpi. Dakor. Një prokuror tjetër ka qenë prokurorit përgjithshme, ka ik nga vetingu, për një tangenciale ka qëllu në avion me Janin, që e ka nga ia vet nga Vlora,
Por një prokuror tjetër e ka familjes këte që ky ka ik. Ky s'ka ik nga vetingu. E shumë raste tjera, kam pas folun për, sa ajo është këthy tash, falë edhe folje vetëmija në parlament, kjo Antoneta Sevdari. Shishe mene vure poshtë ati që mos bezdisi. Gurali Brajmllari, i gjyqtar, model i gjykatës krimeve të rënda. Që ka pas më shumë rezultat se sa spaku i sot. Ka ik nga vetingu. Kot. Dëgjoj Arjanin, jam dakord, nuk do të ndëpres, sepse... I ka ik për 2 milion lek vjetër, blet Maksutit 2 milion lek qep. Si ka mundësi i mban më dhe i njefë të gjithë ta, më mësim? Ju kam pa dosjet. Po pse i ke par dosjet të Si deputet kam kërku informacion. Që për ta parë vetin. Të rim pa këtu. Ti fatikisht të eksiton ideja që të shofësh dosjet e njerëzve. Të pëlqen që të marrë vesh kush janë. Jo, se është shumë interesant. Ja, do të them një, ti di që unë... Po është e bukur kjo, nuk mund të përgjithoj. Nuk ndruhem për të folë me sinceritet. Jo, ti vetëm sinqert, kam paguajtur faturën e të qenë nështë ai sinqert më shumë se shduhet. Në politik nuk është mirë që të flash me zemër, duhet të flash me mend. Mendja është i leqare. Unë se kam gjua asnjëherë mendje me të drejtë. Duke qenë që isha i drejt për drejt dhe flisja në parlament, pa dorashka, më jepnin informacion shumë edhe kurse kisha unë mendje. Qartë. Pra, edhe hallegjit, unë kam ik nga vetingu për 2 milion lek vjeta, ndërkohë që ky që u bë shefi Spakut, ka i vilë pa deklaruar dhe i doli vila e 110 milion, ose ky që u shpall kampion nga Kimetja, Dvorani, kishte harru pa deklaruar 110 milion lek, të ardhura. Kishte harru. Nësa dikujt nga Shkodra i kërkonin pse faturat e qepve që kishte shit baba qep, i gjyqtari. Ose këti që ka shkruar Spak sot i Maksuti, që ja pas për ftyrë. Që ke këtë pasion me pjesën e drejtësisë ti, pra, se ti në çdo studio e thua këto. Sepse diçka personale, pra, ku ta kërkojmë arsyen e mësimit që gjithë më revoltuar me këta njerëz të drejtësisë? Nuk ma, sepse këta janë pushtet në vetë dhe këta kanë zolluar më shumë se politika në 35 vite. Mi po pse je qepur ty, verbalisht po them, pse je qepur këtyre ti prej vitesh tëra? Se thuash, pse s'merresh me kolegët e tu të politikës? Se ti nuk ke lidhje me drejtësinë vetë. Kanë gjithë shqiptarë lidhe me drejtësi? Jo, në kuptimin, jo. Ti je nga të vetmit. Po ai që ndan politikën e pist nga e mira, duhet jetë drejtësia. Që unë kam folur për jo pak kolegë mi që kanë marrë leke bankër si që janë hajdut ke kullat janë këtu, duhet të ndaj drejtësia. Se ke let vetëm kuadrën e laveve. Që unë denoncova tendën uniforme dhe që ata bastardët arrestuan disa fatkeq. Jo hajdutët real të 13 milion eurove. Që unë kam folur për anijet e Bangladeshit e këto zbzajnë. Prandaj, pra ti thua mos reagimi tyre, qartë, e kuptoj. Në fundit, ne duhet pranojmë që jemi popull, që rrojmë me 1 vakt buk, e heqim 2 vakte, edhe me 6 vakte politik. Ne nuk i heqim do të ta marrojmë pas këtyre që na dhunojnë. Dhe ai që duhet bënte i farë katarsisi për bastardët politik, duhet jetë drejtësia. Çfarë është ky sindrom që nuk arrin dot? I Stockholmit që dashurojnë dhunuesin. Kjo nuk është vetëm e shqiptare, kjo është e përbotshme, po ti thua që këtu ndihet më shumë? Jo e përbotshme, unë... Gjithandej. Grekët për shembull që unë shkoj shpesh, kënaqem kur shkoj, janë popull revolucionar. Italianë kanë rru 7 qeveri për 5 vjet. Francezët dalin dhe djegin që atu dali përpara. I mushin me denga byku dhe konsiderojnë edhe Champs-Élysées si stall lop. Rumunët 20 gradë minus, ju ngriu mjekra atje dhe i merrin deputetë hidhin kazan perave. Pse s'ndodh kjo këtu? Sepse këtu nuk është ajo varfëri që është atje. Këtu njerëzit ju del diçka gjithmonë në mënyrë informale. Këtë muhabet mund ta bëjmë bashkë. Shiko, ka shumë pak njerëz që i futen arsyeve të vërteta sepse s'ndodh këtu. Pra, po ti lësh këtu fshatarët, ti heqësh tokën mos punojnë. Po ti lësh njerëzit të mos merren me parat pista. Ti mendon që nuk do ngrihen? Si u ka heq greku tokën, e kanë patur, s'kan qenë kooperativ kurrë. As francezët jo e kanë patur pronën private, sa ka ekzistu bota. Se se kanë jetu, dhe mos kjo pjesë më tonë Adriatikut. Problemi është që ne kemi zgjedhur variantin më të lehtë mundshëm për të mos u përballë me të keqen. Kam të lehta e faqe e bardhë. Ne kapim valiçën, bëjmë dhe i video, ato që ka dalë TikToku tash. I Zuckerbergut, edhe thotë, TikToku nuk është i Zykës. Po Zykja i ka se po si e Zykja, nuk janë platforma tjera, po si e Zykja. Ai ka Instagram, Meta, këto drejt Facebook e këto gjërat. Po ç'n si ka? Zykja ka këtë, veglën. Se po s'është veglën me Nokia 240, nuk ka TikTok, as me Motorola, me antenë. Radio Liria nuk ka TikTok. Zykja ka televizorin. Dhe u ka dhënë mundësi të gjithëve që të shprehen çat kanë qef atje tek.
Dhe e thonë të kam bën naftën në Shqipëri, hika, më shenë revolte, kujton se po i bëhet, kujtë vamë se po hikin. Rikthemi të aktualiteti. Ti të vrasja e gjyqtarit ka përpushtypje këtë javë. Kjo javë, a i ka qenë ngjarje kulminante. Kulminante. Si ka mundësi që popullsia e madhe e rrjeteve sociale, se ndryshe nuk kemi si t'i shohim, vetëm atje i shohim, pra nuk ka mënyrë tjetër se si ne të kuptojmë reagimin e popullit, ishte gëzuar nga vrasja e tij, ishte makabre po ta shikoje me sy. Si e shpjegon ti këtë fenomen, po të futemi pak më thellë, pra, mos e kalon shumë me dy fjalë bardhëzi që është e patolerueshme, është turp i matën dhe këto i dim të gjitha. E para, jo, Ç'a fshe në fakt vrasja e atij gjyqtari sipas teje? Ç'a fshe? Atë që thash unë pak më parë. Pra, njeriu që e ka vrarë, unë dënoj çfarë do lloj vetgjyqësie dhe çfarë do lloj akti brutal ndaj kujdo, se jeta na ka dhënë molli Zot do ta mori ai. Sepse besoj në Zot. Por fakti që vrasësi, ose ai që qëlloi, që si ishte as bandë organizuar asgjë. Nuk vjen nga krimi organizuar, nuk pagoj ti para për ta vrarë poshtë. I nxirr jeta trosh muhabeti. Ky është një mlef që me që po korrigjon veten tash me që më thënë çka mund gjithë këtë mlef me drejtësi. Sepse kjo drejtësi është tallë me të gjithë shqiptarët në 35 vite dhe të drejtën e ka fituar ai që ka paguajtur më shumë, jo ai që ka pasur. Dhe ti thua në këto 35 vite do dali dikush që do e plasi. Paka shumë kjo është apo jo? Do dilte dikush që ti ikte truri pra. Sa për reagimet e qytetarëve, unë e shoh. Por ato s'kemi shtemë se nuk i gjykojmë dot po. Në dy kënd vështrim, jo, po sinalojmë dot. E para ne trimrohemi shumë, sepse në fakt gjithë ai reagim duhet të jetë kundër kësaj palo politike që ka sjell këtë lloj sistemi dhe këtë drejtësi. Po njerëzit e shkëtë manifesto por e shohin bardhëzi. Me të duket kanë vuajtur shumë dhe vuajnë akoma këto. Përveç saj, zykja, pra i Facebookut, dhe pra ne thash zykja, ju ka dhënë mundësi të gjithëve që edhe me profile falsa, edhe me emra, kodë, edhe pa fotografi të jenë trim. Pra është vrasja mas ferre, Facebook. Dhe ne shikyr që e kemi, këtu të grinde. Atje në gjithë energjinë. Po t'i shikosh shumë komende, thonë ta rëzojmë qeverinë, ti përzojmë të nga parlamenti, ti hedhim ka zonë plerave. Postojnë video nga, që ishte nga Pakistani, nga Indonezia, ku i gjenë? Vetë s'dalin. Po si thirri partia, nuk dalin. Tu e dalin vetë, dolin një herë para 7 vitesh në 2018 në studentët, sa shkuën këta të politikës, u prish dhe jo pseudogreve. Dhe i herë të kur disur nga sheqeret se vetë, oj e fetë LGBQ, për armë kimike që ishe i teatr, i nëzoj e rama vetë. Se tha kam jetë siklet, tha i dhash lavën që të ti morë, po s'kam takat i morë. Ajo është i sigur. E donë të alibia, për Obamën. Digjo, o Lym, përveç ngjarjes së vrasjes gjyqtarit, që është ngjarje e rëndë sigurisht, sepse është për herë të parë që nga formimi i shtetit shqiptar zyrtarisht, nuk është ndodhur ndonjëherë brenda në sallë gjyqit. Pra janë vrarë gjyqtarë prokuror, po jo brenda sallë gjyqit. Kjo është edhe parë. Në 2007-ën, po brenda sallë gjyqit jo. Sallë gjyqit është gjyqtarja e krimeve të rënda Irena Gjoka. Po nuk ka vdekur. Është gjallë. Po plagos, po ajo është tjetër, e fali tjetër kush, jo ai që gjujti. Edhe ky mund të ishte plagos. Pra është rasti dytë në post-komunizëm. Po, rasti parë që vdes është, ky është rasti parë që vdes i gjyqtar. Dhe kjo me siguri do mbahet mend, apo do shënohet. Në qoftë se ndodhin ngjarje tjera, se harrohet, po të ndodhin tjera. Jo, nuk harrohet, po është precedent. Po, është precedent, do të thënë gjyqi e tretë, po, do ngrihet statistikë, po. Si javë politike këtë javë ka qenë dhe kjo beteja në Bashkinë e Tiranës. Kjo shtyre pse e bëri Begaj thua ti një, dhe pse mua ajo që më intereson më shumë, jo pse e bëri Begaj. Se e dekretoj ditën e zgjedhjeve pa pritur vendimin e tjerë, siç u bë. Se këto s'do të futem në detajeve teknike se do mërzin njerëzit. Unë reagova në fillim. A që më intereson nga ty, di kush është? Pse sipas teje, si ka mundësi gjykata kushtetuese e rrëzoi vendimin e presidentit 9-0, pra të gjithë ishin për rrëzimin. Kjo tani këtu ngre dyshime. Pa i hyrë detaje teknike. Jo, politike. Jo, s'është politike. Po si kam fin 9-0? Pari që i thash më zgënjem shumë presidenti, se nuk duhet ta bënte, ata nuk e di ke kanë gju, dhe nuk mund thot presidenti që kushtetuta thot qartë që çdo zgjedhje lokal kur qeveria e shkarkoi drejtohet gjykatës kushtetuese, ky thot shkon gjykatë administrative si duket e shef më të madh si Godin. Pra ishte një lajthitje, nuk e di kush ishin arsyet, ose e urdhëruan, ose e mendoi që gjykata kushtetuese do të tremet se e ka firmos presidenti dhe nuk do merret. Pra ajo ishte 9-0, se ata nuk janë gjithë të i krau. Pra pikërisht pra. Pra kjo, nusja e kolegu tatë Bejtes, për shembull, apo e Marsida e bashkëtuesja e
Enkeleta Libej, nuk është se mori në urdhën e Ramës, me një rezervat që kam për vendimet Kjo pra është pyetja ime tani, do ma ndash të punë? sepse e pan që ishte i shkelje flagrante e hapur. Dhe ti thua nuk mundet do të ndërgjegje e tyre ta pranonte këtë gjë? Pra, pyetja ime është le të themi troç. Ramës i interesonin këto zgjedhje, beheshin patjetër në nëntor apo mos do të ka interesuar dhe aty që të shtyheshin? Dhe është i kurth i bërë nga Rama e gjitha kjo. Se disa thonë që ka parë sondazhe dhe nuk është mirë. Budalliqi që unë kurse i besoj shumë se që duhet sondazhet aty, ai s'ka nevojë më për zgjedhje po. Jo më Për zgjedhjen në kuptimin për zgjedhje të vërteta, ai zgjedhje ka fake. Problemi është ky. Edhe aty ka paros për Kështu se shkojnë ke. Kështu që këtu mos ma kaloj kaq lehtë. Jo, nuk është Se s'ka mundësi që edhe këta të Ramës të kushtetueses të kenë qenë dakord a priori. Jo, po diçka luhet tu. Përfundim, nuk është vendim përfundimtar. Vendimi përfundimtar është në datë 31. Po se ti thua që ata do ndryshojnë mendim? Unë mendoj që po. Po pse? Pse do të bëjnë gjykimin me themel. Ato pezullun, si pezullim ekzekutimi, pra ti ke vëjt në gjykat se po vjen ike me teja për të prish pronën. Ti ke shku shpejt dhe ke mori vendim për ta pezullu këte, sigurim pa dije që edhe. Pra dita zgjedhje nuk është shtyrë, thua ti? Jo, këta bën vendim ndërmjetëm, për mu, me aq kulturë. Është e sigurt kjo gjë? Sa kam. Unë besoj që po. Dhe në 31 tetor do të bëjnë gjykimin me themel të shkarkimit të Veliajt nga qeveria. Më falni një sekond. Tjetër gjë është shkarkim Veliaj, unë duhet të di, zgjedhjet do mbahen në nëntor apo jo? Nëse në 31 tetor, gjykata kushtetuese do të thotë që po, është në përputhje me kushtetutën shkarkimi që ka bërë qeveria e zotit Velia, zgjedhjet do mbahen datë 9. Po si do mbahen datë 9? Po se 7 ditë fushat të janë zgjedhjet të jashtëzakonshme. Po janë të pjesme. 45 ditë të pjesme. Është sigurt që nuk ka nevojë për 45 ditë. Jo, po edhe në kushtet normale, që zeja tha 9 ditë fushat do të bëhen. Dakord. Kështu që 31 me 9 është fiks në afatet që. Pra ti thua ata kanë lënë datë 31. Unë mendoj që në gjykimin me themel rri pa merak se do të rreshtohen rresht. S'kam as i merak, kur them. Shpreje po. Të rrim pa merak, mos mërziten se gjykata Demek i theu hunë Ramës me këtë vendim. Pra nuk ka lidhje me. Ishte në lajm dur që ti thon Beramit ke bë gabim. Po, dhe i dekretove pa u shprehne. Dhe mesazhi edhe për tregu i fare integriteti falsot të tyre, që ne jemi gjykata supreme dhe vendimi jonë është ligj, pasi bëtohet fletore zyrtare, dhe ti s'ke drejt të anashkalosh atë që thot kushtetuta. Po pse? Nëse në gjykimin me themel mendoj që do t'i japin drejt Ramës, që për shkarkimin ke qenë në kushte normale si pas kushtetutës për të shkarkuar një të zgjedhje. Se ka shkarkuar Rama pra realisht. Rama e ka shkarkuar. Jo vëllau, Këshilli Bashkiak. Atë mund t'ja Këshilli Bashkiak, Rama në këtë rast thjesht respektin që kam për çdo të zgjedhur, por që mund t'ju thuash një njeriu që ka marrë arsim të lartë dhe që njeh. Se më ka firmos Rama shkarkimin. Jo, po Rama ka firmos shkarkimin. Atë do gjykojnë ata në datë 31. Shkarkimi i Këshillit Bashkiak është një tallje që Rama bëni me këshilltarët e opozitës më shumë. Po mirë, kjo që u trajtua tani, ç'a ishte kjo? Kjo ishte kërkesë e Veliajt. Nuk e po. Kërkesë e Veliajt pse për zgjedhjet, që të mos shpallet data zgjedhjeve pa marrë formë për shkarkimin. Dhe ishte në drejtën e tij Velia. Pikërisht pa. Këshilli Bashkiak i rruno pingat e janë Velias, janë debila funksional. Po. Është gomar me avull, se tren me avull këngju, ti gomar me avull këngju. Jo. Edhe 51 gomar me avull. Idiot klasik që mendojnë për të kaluar një kompetencë që nuk janë njeh as ligji i pushtetit vendor, as kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Kryetarin e bashkisë, edhe të komunës kur ka qenë, deri në kushtetutën 98-ës e shkarkonte presidenti. Pas kushtetutës 98-ës e shkarkon qeveria. Qartë. Dhe secili prej tyre ka drejt të ankimohen në gjykatë kushtetuese për të parë përputhshmëritë me kushtetutën të vendimit të qeverisë. Këshilli Bashkiak është debil më si merr vendim për një gjë që nuk takon ty. Jo më desh ti bënte bashkaj si palë. Po pra. Për të provuar që a vjen edhe PD-ja ke unë apo. Dhe unë kam reaguar që ç'është ky delirim i debilëve klasik që shtyn njëri tjetrin për dalë tek me dhe e shkarkuam ne. Ju i rruni opinjat aty. Pse shkarkojnë këto këshilltarët? Atë kryetarin e bashkisë së Sekës, është spakaj. Po të tropojë që është në rreshpije. Po këtë trokëzhinë që është dënuar në shkallë parë 2 vjet. E shkarkojnë opinjat. Idiot klasik, po idiot funksional. Politik. Idiot apo marrin urdhër. Edhe nëse merr urdhër, hidhën lum, kur ti nuk di natë je kokra idiotit. Qartë. Ai qef bën ai për gallat si estratë, hidhën uj. Ti thuj të paktën minimale, jo ti përtat, se nuk i përtet, nuk di natë.
Ai nuk pyet, o ti unuj. Nuk e shkarkon Këshilli Bashkiak kryetarin bashkisë. Fare. Ata bën propozim për qeveri që ta shkarkojë Rama. Dakord. Po ke ka pyet Rama për të shkarkuar Shukriun për shembull? Jo, qartë. Safetin, Fotostushen, Vangjushin, ka pyet në vendim Këshilli, ma gjeni vendim Këshilli, që këta janë lutë këshilltarët, atë keqja në qeveri shkarkojë. E ka shkarkuar në telefon, në Facebook. Po. Si Trumpit i ndërsonin në mandatin e parë. Shukriun, edhe Safetin. Pra, vendimi i Këshillit Bashkiak ishte nul. Qartë. Kjo uruzua tani? Kjo uruzua? Jo, dekretimi I datës zgjedhje, pa marrë formë prerë shkarkimi. Ndërsa në 31... Nga Velia ka bë 2 ankesa. Me sa, unë nuk jam avokat e ati, po me sa pash vendimi I gjykatës kushtetuese. Një për të pezulluar dekretin e shpalljes zgjedhjeve, dhe ka drejt, se thot ti nuk mund të shpallësh zgjedhje, sa ko që mu nuk ma ke mohu drejt në ankimit, unë I vazhdoj të jem kryetar bashkie edhe pse ka shkarkuar. Dhe prezumemi pa fajshëm. Patjetër, prezumimi pa fajësisë do jetë 3-4 vjet. Po sot dhe apeli, po, qartë. Ajo është pjesë tjetër. Qartë. Pa fajësia penale. Qartë. Por ajo është drejtën e tij kushtetuese që thot, mu më ka shkarkuar qeveria. Qartë. Unë kam drejt ankohem gjykata kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese thot shkarkimi është I pa drejt, ai figuron kryetar bashkie dhe tu pra tani është loja, nëse e marrin pak më me kjo do të bëhet në datë 31. Po prit. Te do të gjykojë gjykata kushtetuese. Kë do të gjykojë? Shkarkimin e qeverisë. Jo të qeverisë. Shkarkimin e Velia do thuash. E vendimin e qeverisë me vendim qeverie shkarkohet kryetari I bashkisë. Është bëj vendim, nuk e di numrin, I Këshillit Ministrave që shkarkon. Dhe në 30 tetor thua ti kushtetuesi do thotë është vendimi I saktë ose I drejtë ose I drejtë. Bravo, I qeverisë. Po në qoftë se kushtetuesia merr vendimin që nuk është I drejtë vendimi. Erion Velia rri kryetar bashkie aty minimalja deri mot. Edhe zgjedhje nuk ka. Edhe zgjedhje nuk ka zgjedhje. Po mi KQZ-ja shprehon ndërkohë për zgjedhjen? Sot tha që do bëhen zgjedhjen 5 bashki, Tiranën jo, stop. Po patjetër që Atëre sa po të pyetej çfarë pra? Tirana është anulluar jo. Dhe KQZ-ja po pret kushtetuesen. Po pret 31-shin. Nëse më 31, gjykata kushtetuese do thotë që po, ky Ramiu ka pas drejt, I thoni ju Ramiu? Jo, unë them Ramsi 4. Ramsi 4 ja ke ndru tash. Ramsi jo se ka ndru. I ke pasur Ramsi 1, jo asi. Ramsi. Ramsi 1, Ramsi 2. Nëse gjykata kushtetuese datë 31 tetor, mos I të kalojnë dhe festat e gjithë diktatorëve që kanë 15 tetor, 16, 17, 18, do thotë që Ramsi 4 është hynor I shenjt, ka drejt, nuk është shejtan. Atëherë do të hyjet zgjedhje. Unë mendoj që bëhen datë 9. Se gjykata kushtetuese do thotë që Ramsi e ka shkarkuar Erion Velin. Po tani një sekond, nuk është kontradiktorë gjykata kushtetuese në qoftë se jep një vendim ndryshe nga ky që ka dhënë? Jo. Pse? Vendimi që ka dhënë dje ka pezullu dekretin e Begajt për zgjedhje. Se thotë ti nuk ke drejt bësh dekret për zgjedhje, sa kohë që ne nuk kemi shpreh, a është I ligjshëm apo jo shkarkimi I Erion Velit. Se e ka pezulluar Begaj ai. Pra ato kanë pezulluar. Ai vendimi që unë ta nisa. Po atëre një sekond. Për qytetarët. Prit më ndiq mua tani një sekond. Po në qoftë se në 30 tetor kushtetuesia merr vendimin që the ti ose që mendon ti, që po vendimi I qeverisë për të shkarkuar Evelin është I saktë, I bie atëre që që të rikthej vendimin e Begajt, ta njohë. Ka 2 interpretime. Ose Begaj po aty duhet bëj dekret prap, ose indirekt ajo duhet shprehet me vendim. Po ose duhet shprehet me vendim që pasi njeh të ligjshëm shkarkimin e qeverisë, atëherë dekreti I Begajt ka fuqi për ta. Është I vlefshëm. Pra kushtetuesia duhet të shprehet. Kushtetuesia I bie te LP aty që ka pushtyrë në një mënyrë. Po s'është e para kushtetuesia ka lpi këta baballar dhe mamallar të kamit, jo kanë lpi. Por kanë hangë me garush dhe çka kanë nxjerr. Ti thua kushtetuesia mund të mbajë këtë gjë thua ti. E mban mbi supe. Duke parë e ul kokën në këtë rast. Duke parë kur I pash që ulën kokën tek listat e hapura, që ishte ashiqare antikushtetuese bashkimi I votave, PSPD, 30 korrik 2024, se ti s'mund të kesh 2 palë deputet. Një palë të popullit, një palë të partisë. Qartë. Pra, me këtë ligjë që ne... E kuptova, je I qartë. Edhe ishte, lista duhet ishin 100% hapura, se u ankun disa partitë votë. E di. Ata e ullu kurrizë se I thanë këta të mëdhejt edhe... Pra, që s'është hera parë që ka nuk... Pra, atëre dhe në këtë rast, unë them që ka marrë porosi pra 9-0, o mësym. Duke I parë... Mësym, ndiqe logjikën. Jo. Se në këtë rast ka marrë porosi më burr tani, se këtë duhet kuptojmë. Pse në një rast nuk marrin dhe në një rast marrin tani? Në ka njeri që ka bë skandër atyre nga vind dhe kush janë, dhe që s'ma njenë fare për asë një palaço të tillë sistemi. Ka dhe njerëz korrekt atje. Jo, hiç fare se. Korrekti atyre duhet ditë pakicë. Pastaj ato dy që kanë dalë pakicë edhe ke vendimi. Për listat e hapura unë kam kërkuar njerëz, se s'e kam ditë vendimin e plot. Pra, në ka njeri që I ka thënë, kam bëj artikull, kush janë ata gjykatës kushtetuese. Por tek vendimi që kanë marrë, unë nuk besoj që kanë patur urdhër. Sepse edhe një njeri anadollak me analfabet juridik,
në kulturën e përgjithshme të jurisprudencës, do ta merrte i vendim sepse i kanë thënë edhe për vetët vetëm. Në fundit, siç thot populli, nalu bek se ka henek. Pra i kanë thënë Bayramit që ti nuk mund të bësh datë zgjedhjesh pa u shpreh ne, dhe këtë vendim ka rrezuar ata. Jo vendimin e Ramës. Vendimin e Ramës do e gjykojnë me datë 31. Pra themelin për cilën Velia është ankuar që thotë më kanë shkarkuar. Dhe debati do vazhdoj, sepse nuk kemi çfarë merren tani se këtu regjimi është instaluar, nuk është se ka ndonjë tension ose ndonjë shantazh. Në për studio, për studio. Patjetër. Debati do vazhdoj që kushtetuesi në momentin që merr vendimi që vendimi i qeverisë për shkarkimin është i saktë, i bie në një mënyrë të rikthej dekretin, do të shprehet. Çfarë do thotë? Këtë që thuti. Pra po se tha këtë duhet bëj Bayrami dekret tjetër. Po nuk e tha do të bëj Bayrami tjetër. Unë besoj që kur ta qujnë të ligjshëm shkarkimin e vendimit për vendimin e Ramës, do të shprehet se aty do të hyjë që t'i japin ujë që të thotë për forco kthehet në fuqi dekreti i Beka që ne pezulluam, se këta se nuk e quajtën. Nuk e quajtën të gabuar ose të padrejtë. E thjesht e kanë pezulluar. Se i thonë e ke bërë pa u shpreh ne. Që është shkarkuar po jo e janë... Pra, s'ta ke prit dhe në 30 tetor. Bravo. Dakord. Pra, i duhet... Shu që në një farë mënyrë e kanë alibin. Është i qartë. Në një farë mënyrë ata dhe për sedër. Interesante shumë. Se në fundit ata që janë atje juristë janë pashka se ca kanë... Janë përtu të këfloktoria, ca buz lanës, ca janë karaville, i ka O, mësim, digjo Arjanin. Tani, me që tani në të momente duket të paktën, sepse mos i ashtu po. Ma ju registruash kjo? Jo, më ndiq. I siri këtu live valla. Pra. Po regjistruohet po. Nuk besoj që shihet nesër. Jo, mos YouTube e ke gjithmonë. Jo, them për kasetën këto vele që që ti keni deri në datë 31, do ndodhi kështu si them unë. Se për drejt ka 15-20 vjet që çka kam thënë kanë dalë. Do ta nxjerrën në 31. Bile për mos thënë që atë ditë do ishte keq të pranotoja unë ty të kisha këtu. Po ditë s'do ke nevojë se ke vendimin, s'ke nevojë për mua. Jo, po ta kujtojmë pra ja çka thënë Mysimi, për atë ditë është e bukur shumë që se del ashtu. Dgjoj, mos është tani ky është momenti i Mysimi për gjithë ju që jeni kundërshtar të regjimit, edhe pse keni kundërshtim me njëri tjetrin. Do ky është momenti ju të mbështesni Veliajn kundër Ramës, me që ata të dy nuk janë mirë me njëri tjetrin. Pra ky është shkarkoj, ky tjetri është shumë kushtetuese. Jo, unë jam kundër asaj sepse në fundit ne jemi kundërshtar me Ramën dhe gjithë pjellët e tij politik. Ku Velia është një nga këta. Shka pse ky i shet. Për një të pragmatizmin politik dhe të lojës politike. Her paseri ju e din, në gjithë botën ndodh kjo. Shfrytëzohet dobësia një moment. Të shfrytëzohet po, por që unë nuk jam njerë mirë kur kam parë individ nga Partia Demokratike që i bëjnë avokatin Veliajn. Sa kohë që këshilltarët e PD-s, por dhe vetë demokratët, kanë bërë 44 protesta para bashkisë. Po dhe vetë Berisha e mbrojti në një farë mënyrë. Nuk mbrojti Veliajn ai. Ai tha që ne me Veliajn ne kemi ndarë, ai duhet të jetë atje ku është, atje po. Ka mbrojt. Në parim tha, parimi thot ai i drejtësisë duhet të jetë njësoj për të gjithë. Duhet mbrojt më shumë se sa Velia qytetarët, kur ta takosh edhe nëse e ke në studio, Berishës duhet ja thush. Unë ja them kur të shkoj në Këshill Kombëtar, nuk jam një mirë edhe kur e kam mbrojt Berisha Veliajn. S'kam lidhje unë. Nuk kam nuk e ka ai luks PD-ja në 12 vjet opozit, edhe 4-16, kujdeset shumë se u hangë apo se u hangë drejta Veliajn. Se sa drejta qytetarësh ka hangë Velia në aq vite që ka qeverisë Bashkia e Tiranës, ka prish fatkeq kanë nxjerrë për jashtë anunaze, ka prish shkoze, ka prish ku të mund në mënyrë arbitrare pa prit vendime gjykate. Kështu që unë nuk e ka hall PD-ja, duhet mbrojë qytetarët opozitar. Këtë lloj reagimi me drejt, Berisha dhe kushdo nga PD-ja duhet ta bëj për çdo qytetar, për një në Theth, për një në Vlorë, për një në Unaz, për një në Astir. Nuk bën zgjedhje, thotë më shkuan dikush, që ndjek emisionin thotë nuk bën zgjedhje, më thotë dikush, është mesazh për Bayram Beka, nuk bën zgjedhje zoti president pa mbaruar Amazoni. Kush Amazoni? Nga që ka emrin Bayram pra. Urdhë? Nga që ka emrin Bayram. Nga që ka emrin Bayram. O Bayram, nuk bën zgjedhje pa mbaruar Amazoni. Ramazoni kush është tani në këtë rast? Ramazoni janë këta 9-0. Dakord. Është kjo ideja. Ato thonë që do nëse ishte botut. Se deri në shkurt. Po më. O Mysym, dëgjoj Arjanin. Me që jemi të zgjedhjet, bëhen s'bën, nuk kanë asnjë ditë do bëhen. Pra ti the për pragmatizëm duhet ti thua jo. Duhet ketë i farë morali kjo punë, se ndryshe bëhemi tuf. Tuf që kam thënë në një fjalim tim në parlamentin, që ja 3 minuta replik, që i kam thënë 93 u bashku Berisha me Metën, rrasën kokër të burgut Nanën. Pastaj në 2005 u bashku Meta indirekt me Berishën, nxorën Nanën në opozit. Pastaj në 2009 erdhi Meta me Berishën, ja futën Ramës. Pastaj në 2013 iku Meta u bashku me Ramën, ja futën Berishës,
Masa ne u bën gjithë me vendja futën këti edhe me të futme, pra në parimin latin, armiku tim është miku im, nuk shkon politikë për mu. Ka tjerë që e pëlqenjë shumë, unë jo. Ndërkohë që ti e di, sëria politike është e mbush vetëm me trafi dhe me futje nga të gjitha anët, apo jo? Që u ka lindur njeriu U varet nga lloji i njeriut, që ku ka lindur kafsha do të thoshti, sepse... Po tani, një lloj kafshë jemi, po... Po më kafsh jemi. Ka herë, sa më shumë se unë si zanat parë kam veterinerët, sa më shumë t'jof kafshët, më shumë filloj e urrej këta që këtë lojnë e kafshës që thutë. Me ki jemi afër, me që ti ke mbaruar dhe veterinari? Ne, sot në këtë kohë. E kam thënë specia, specia humane, po me kë është më afër nga kafshët? është me derin? Në këto mas, jo. Kam të gjuar e të mrukën që thotë, ne njësojmë shumë me derin, më shumë se me majmune se këto. Jo, disa, se edhe është biolog. Po pra? Po, me që është nis nga zemra, me që valvëlet e zemrës të njeriut, merret nga valvët e zemrës derrit, ngjan po s'ngjajmë nga djersa, i thuj presorit, se derri është vetëm me kafsh, që nuk djersin kur, ne djersim. Kur të takosh e teme. Nuk djersin derri? Ja, djersin derri. Po si ka mundësi dhe tem? Po, pësht... Edhe pse është një kafshë e bukur bullafiqe? Si ka mundësi bukur është edhe. Si ka mundësi nuk djersin derri? Edhe po të shikosh dhe derrat politik nuk para djersin, nuk ngopen nga hangmi edhe. Pra nej, nuk din të nxjerrin, se djersa i farë nxjerrja është. Po normal. Nga lëkura. Darin toksinat, po. Po ato skando i majnë gjithë mërëndë, dhe kur të shkojnë sharë. Derat. Derat me kolare, jo derrat. Je flasë për derat amamu, më leri këto derat e tjerë. Jo, më derat nuk shkojnë sharë, ato tamam shkojnë kuzhinë shketa. Po në sharë shkojnë, nga ato të shketa, në sharë shkojnë gjuna. Ja, më ato nuk duket se shkojnë lanë. Pra ti thua nuk është deri kafsha që në vërtetë shkojnë lanë, se aty derat në gjithë me turinat e Tiranës edhe. Këta si gjvitë shkojnë lanë. Ta me kolare shkojnë sharë ose të fitë. Pra, kam frikë se ka një 20 e sa vite, jo vetëm ne, po gati 8 miliard kafsh njerëzore në tokë, duke se s'ngjajnë me asnjë kafsh tjetër biologike. Më duket se jo. Ne do bëjmë një pauzë vogël do flasim. Çdo kafsh e ka i farë caku. Lopa hasaj duhet e bim bark për typet. Edhe kali për typet, edhe dele për typet. Do bëjmë një emision. Është një papëzi e madhe, po jo vetëm këne, filloja nga Amerika. Që nuk përtypen këta nga që nuk djersis. Dëgjoj, të kam betë gjë nga zanati jo t'i parë nga veterineri? Apo nuk e ke ushtruar asnjëherë? Me të thënë drejtën, se ke ushtruar asnjëherë? 2 vitet e fillimit, po e kam patur me shumë qef, si zanat, me gjithë se kam shumë shkollë nga halli. Më ka ngellë që një dhunë të i, që më ka hyrë shumë punë politik, që po neta 5 minuta, apo 10 minuta me njerëzit, i njofë si që njofë kur ka telë, se lopën të tregon. Si që njofë lopën kur ka? Telë. Ka hangër tel. Po, kam dashje tel. Mi haqat i dali para, plasmas tele, shu dhe. Tele mësa ne shkon drejt zemrës dhe e likshton atë. Lopën. Po. Ajo do të kap ke kurrizit, ta shikosh që të ullet, sepse tregon që ka tel. Por lopën nuk tregon që thot kam hang tel, që tregon robi, që kam hang para dite këtë vakt. E kam pas këshu që më kapi helmi me emera. Pra, kjo më ka bën që t'njof edhe kafshët me kollare, pavarësisht se shtiren. E ke më të thjeshtë njofë njerëzit duke qenë se je fut detaj. Shumë dhe për fat keq, nuk kam gabuar gramin në njohje, por nga bon sensi dhe nga mesmenjes e zemrës gjithë kohën në karrierën time politike, kam gju zemrët, kam pranu të gabëj me dashje, pra unë nuk jam hakmarrës. Pra e kam dit, e kam njohë që ashtu, po i 100 herë në këthesh mrapës do të bëj atjetë një, edhe pse ata që u kam bon nërën, në shumë misë dërmuse janë mos mirjohës. Mos mirjohja është vesë. Dhe vesat i kanë pisat. Mirjohja është virtyt dhe virtytet i kanë të fismit. Pisi me fisi ndanë, shumë. Kështu që edhe pse në këtë 35 vite, unë 2 herë kam qenë deputet, 5 vjetë kam punu në shtetë, por e gjithë jeta është trafik influencash, jam përpjekt një moj, marë këtu atje, pra kam konsumu veten për të një muë dynjanë. Jo të gjithë e kanë ditë, ju kam lanë zoti me ta. 100 herë të këthesh mrapë, do bëja tjetë një gjopë. Qartë. Kështu që... Me që jemi të njoja e njerëzve me symet e tjerë, pas pak, bëjmë një pauzë vogël, do flasim për kandidatët, këta që janë shpallur për Tiranën, dakord? Po. Ledio, para se të ikim, le të kujtojmë njerëzit që duan të ruajnë makinën e tyre, sepse e kanë për zemër, e kanë pasion, ka tjerë që e kanë nevojë, e kanë hallë, do të shkojnë patjetër në punë. Mos u largoni nga ky karburant, sepse vetëm ky ju shpëton makinën. Ju e dini që në përgjithësi 90% e rasteve makinat prishen nga karburanti, do të rinë këtu në Shqipëri, do mos në Shqipëri, se është me hile. Vetëm te SPO Iri do gjeni qetësinë e makinës, ajo do marrë frymëlirisht, motori do ketë një performancë brillante të papar, kështu që
Mos harroni asnjëherë, shikoni këtë logon që do duket tani në ekran, quhet SPO Oil, është logo shumë e bukur. Vetëm këtu do shkoni. Naftë, benzin e qinçe e pa parë, e pa dëgjuar. Reale, qinçe reale, jo me hile. SPO Oil, e keni gjithandej, The Fuel of Champions, është slogani në anglisht. Karburanti kampionëve. Bravo Said, je i pa parë. Rikthehen pas pak me Mysym Murizin në këtë dekreditim të aktualitetit politik në Shqipëri. 6 minuta me Murizin. Jepi lediot, vinë ato. Mos u largoni. Jemi rikthyer me Mysym Murizin në këtë episod të 998. 2 apo e 3 lediozën e lirë, ja ta shohim. 92, 992 emisione, 23 vjetë emision, kemi në vitin e 23. Kjo është për 2, pjesa e 2 të emisionit. Mysym Murizin në studio zënë e zotin, personazh që ju e njihni të gjithë tashmë. Një nga personazhet që ju e njihni s'ka nevojë t'ju prezantojmë. Është duke folur me mua dhe me ju dhe duke hedhur ditë për të kuptuar sa më shumë gjëra që ndodhin rreth nesh, që her pas ju kalojnë në kështu tagent, me Mysym mundohemi të bëhemi sa më të thjeshtë, sa më të qartë për ju që jeni të interesuar të dini se çfarë ju rrethon dhe me kë keni të bëni. O Mysym, me qëra fjala, si duken këta kandidatët njerë që janë deri tani të shpallur? Arlind Qori nga Lëvizja Bashk, Florian Binaj i pavarur po i mbështetur nga 3 parti, PD, Gonsheja e Adriatik Lapaj, dhe thuaje Manestir Liu nga sigurisht njeriu i Ramtit 4. I marri me radhë, nga do e fillosh? Duhet të di thjesht, më duhet ad honim, pra më duhet pak personi, pa u futur politikisht. Aj se e njefti si personazhe. Pro, me 2 kandidatët,
Me kë? nuk i përkasin me Qorrin dhe Manastiliu, po me Qorrin kryesisht, Po? që nuk i përket as pushtetit, Jo, as opozitës. po. Ai është komplet me vete. Ai është në drejtën e tij, kandidoi siç ka kandiduar dhe herë tjetër. Po, dhe nuk doli keq në kandidimin e parë. Doli mbi PD-n e Lulit, e mand. Po, është në drejtën e tij dhe ai ka i subjekt politik. Po, është i qartë Arlindi. Ka drejt kandidojë në çdo parzgjedhje për çfarë të ketë qef, është punë e tij, s'kam drejt ta gjykoj. Jo, po nuk thash gjikonin politikisht Qorin. Jo, nuk pa. Si personazhe. Edhe si personazh e njoh pak. Pra ai sa e njeh si do duket pra. Themi impresione, më nuk do vën, nuk është se po i bëjmë biografinë, jo. Jo, më s'po e bëj biografinë. Por e thësh dukur se ti e shiko, ti e vëzhgues i holl. Po sa unë e njoh. Me që më the Arjan, unë si veterinë e erthe, arrit i njoh njerëzit më shpejt të tjerë, se njoh kafshët. Duket vetë janë politik dhe jo hipokrit. Ja, këtë doja, këtë lloj portreti dua të më bësh për këtë. Pra, më duhet mendimi jot. Nuk i ka ik atyre që ka thënë. Dhe shumica dërmuese e këtyre edhe këta ristarët e ri që dolën. Pra ka një koherent, është koherent. Është pjesë karakteri. Është pjesë karakteri. Pra, ai është komunist në stilin e tij. Ai nuk e pranon që është komunist. Ka lidhje me unë e shoh ashtu. Social-demokrat thot jam ai. Po ç'lidhje ka? Edhe Okej, për perceptimi jot cili është? Në 10 vite që ka dalë, skem qysh në kandidimet e para, pastaj në Këshilla Bashkiake, pastaj në zgjedhjet e pjesme, ke zgjedhjet për i ka qëndruar asaj që ka deklaruar gjatë fushatës. Nuk mori mandat se tha mjafton që e mori partia i mandat dhe nuk u bë që sharak zihet për mandatin si këta pjesa tjetër. Është koherent në atë që ka artikuluar, është i pa anshëm tek pjesa kur do të flasi për një fenomen. Kjo është njohja ime në distancë, që e kam pa. E ke pas në studio me siguri ndoshta. Po kam qenë studio për bankër, si në ftuar zoti Rakipi. Se thajeni vetëm 2 njerëz që flisni për bankër, se unë kam folur në parlament. Dhe ai s'ka folur vetëm për bankër, s'ka folur për çdo aferë tjetër. Qartë. Duket që s'është pjesë tangenciale, nuk fut në gjë në xhep. Tangenciale sa bulgë këto tangenciale. Që rrëshqasin ai lek gjithkund. Çfarë pere tangenciale. Edhe pra ky është perceptimi im. E nuk besoj që jam i gabuar, por Arlindi më shën si gash, përse më duhet perceptimi jot, nuk më duhet i drejt apo i gabuar. Thjesht si ashtu ti, po prit sekond tani. Arlindi sipas teje me eksperiencën edhe përvojën politike që ke ti. Përvojën ta themi më mirë. Ka të ardhme Arlind Qori, si e shikon? Për shembull, si e imagjinonti Arlind Qori pas 10 vjetësh? Mësim, le të relaksojmë pak bisedën. Jo, relaksojmë bisedën. Arlind Qori, ku e shikon pas 10 vjetësh Arlind Qorin? Se po flasim, Arlind Qori dhe çdo individ koherent në deklarimet e tij politik, nëse në Shqipëri do të prishet pazari kushtetues i prillit 2008-s, që Shqipëria të ketë një sistem tjetër zgjedhor siç ka Kosova dhe shumë vende të BE-s, që ne jemi se jemi vend i vogël, jo i ndarë me parcela në mënyrë jo të barabartë, pra me qarqe, do të ketë një ligj zgjedhor që Shqipëria një zonë zgjedhore dhe listat 100% hapura, Arlind Qori do jetë faktor në aq njerëz sa i besojnë atij, do të ketë 1, 2 apo 3 mandate gjatë gjithë kohës në Parlamentin shqiptar. 1, 2 apo 3, jo më shumë thoti? Unë mendoj që njerëz, jo më shumë, sepse shif edhe votat që mori, në të gjithë Shqipërinë. Unë tha pas 10 vjetësh më burr. Unë thash atë projektojmë pas 10 vjetësh, o mësim. E kemi të paktën ti e ke përvojën e dur. Nuk besoj që Shqipëria... Si po ti thua do ri këtu, nuk do rritet? Sa ai konsekuencën e ka, ai është konsekuent, ai vazhdon. Nga 1 3 bi 3 fish. Për 10 vjet do rritet vetëm 3 fish. 2 palzgjedhje janë. Pra 1 2029, 1 2030. Ka të zgjedhje lokale. Ti thua nuk ndryshon. Zgjedhjet lokale nuk japin ato, i japi çik fuqi. Jo, zgjedhjet lokale nuk përputhen me votën politike. Pra ti mund të marrësh në 60 bashki, i 120 këshilltar, nga 2 këshilltar për çdo bashki. Por këta nuk të përkthehen mandate, sidomos me këtë ligj që kemi ne. Qartë. Dhe ky ligj është ligj hajdut, që një subjekt i vogël, unë e kam provuar vetë, kam kandiduar në 2021. Mora 4700 vota, aq mblan dhe nuk mora mandat. Me këtë ligj mund të marrësh 96.000 vota në gjithë Shqipërinë dhe s'merr mandat. Merr nga 8.000 vota për çdo qark dhe në asnjë qark se kap mandatin dhe nuk merr mandat. Ndërsa ti thua, po të ndryshoj sistemi. Po të ndryshoj që të jetë ligji që ka. Dhe ti thua prapë Arlindi nuk do marrim shumë se 3-5 vjetësh? Po sepse si ka marrë 30.000 vota në gjithë Shqipërinë. Sa mori kësa radhe ai? Nuk e di eksakt, po duket 22-23. 25 më duket. Nuk e di mirë, se nuk jam marrë, unë kam qenë në fushat për vete, nuk kam pat mend ke parti tjerë. Ai punoj shumë Tiranë, kurse punoj shumë për rreth Arlindi. Tiranë punoj më shumë. Po sepse Tirana është 1 milion banor dhe gati 700.000 votues, por Tirana ka elektorat të lirë. Qartë. Pjesa tjetër është tangenciale. Qatë rrjedhi gjikun që të shkoj ke Arlindi. Nuk lajnë atë se e kontrollojnë. Tangenciale. Në një
qendër votimi rurale që pushteti kontrollon shitjen e fshatit. Ata që mbledh qumshë drejtorin e shkollës, zor se merr votë opozita më. Përfshi dhe Arlindi mrena, qofse është do ta quajmë opozit me PS-n. Mana Seliu është një burokrate pa karizëm politik, me 100.000 probleme kur ka qenë ministër shnetësie, probleme në SPAK dhe probleme tendrash me flamur të kuq. Dhe ministra arsimi, nuk shoh që ka në i... Fakti që ka filluar shumë e re militantizmin politik dhe vazhdon akoma, për ty nuk është një pikë e fortë e karakterit i njeriut? Kur s'ka qenë, ka disa njerëz që ti e quhet militantizëm, po... Unë të militantizëm, aktivizëm, le të them. Jo, lëpirje. Quaj kështu se quajmë, jo. Po pse, jo, nuk e quaj të lëpirje. Jo, po duhet ta quash. Militantizëm është kur ndjen dhe ke ideal, militant jam unë. Si shumë militant tjerë të des. Që edhe kur s'ka pas qef Luli o Berisha, s'ma njen se kanë apo s'kan qef ata, kam qenë aty se s'ka pru as Ramizin Partinë Demokratike, as Sigurimi i Shtetit. Ta janë afru me lëpirje. Ti thua nuk me rrisja, thua ti që të ashtu. Këta janë durët kallo duke durët rokit shokët në dverë. U thejtë në radhës. Qartë. Nuk është se ka po jetë aktiv... Are dio. Më falë, ja dhe ku është Kulla. Kulla është duke mbritur ndërkohë, ky është momenti, është avioni ky? A ime të kuq është avioni që po ullet është fiks në Rinas. Po prit ullet e është po vakise, këto unë i kam... Ja, po është po ullet në pistë. A, ashtu në pistë, është? Ja, po ullet në pistë tani, avioni me të kuqe aty. E, po lere atëre të shonë duke ullur. Mësim, të shonë duke ullur, imagino larkë qofë se kërë ndodhi që tani Kullës. Po jo, edhe nuk ndodhi jo, po nga që e kam frit vetë edhe. Se është, unë i kam të merë të qikosh live të që ullen këshu. Në thuele dio kur të ullet, të afrojnë qik? Uaj, madhi le dhe si kape. Si ull? Ja, pra ull. është në pistë Tirana International Airport, ja ull. A, nuk është në ajër më? Jo, sa po ullet tani. Ja, a ime të kuqe është në tokë. A, në tokë nuk e gjenë gjabë. Jo, po, prit tjerë se të frenoj që të mos e gjegje, të frenoj e fjane. Në tokë nuk e... Po s'frenoj të frenon full shkruj. Do frenoj. Ne jemi live me mësimi ndërko, dhe nga që Kulla ishte në Siri, ka 4 ditë në Siri, do vi sot të bëj një dëshmi që edhe unë vetë nuk e di të them drejtën, se për qa do më tregoj, se ju e dini Kullën si është, ju e doni shumë Kullën, jeni të shumë që ndiqni, sonte do të dëgjojmë qarë pse ishte Kulla në Siri, kë ka takuar, qa bëhet andej? Më ka lidhë marrëveshjen mes Hamasit dhe Izraelit. A thua? Po besoj që po. Në Siri? Po. Nuk ka mas në Siri. Nuk ka mas. Qane, do lidhemi sa po dalin nga aeroporti. A, do lidhemi me telefon? Po, do lidhemi me telefon sa dalin nga aeroporti derisa të vinë studio, po. Jo, po, një sekund. Do marroj me mësymin unë. Okej. Ora është 10 pa 10, kemi akoma dhe 10 minuta e mësymin. Jo, po edhe e mbyllim se ky ka nga Siria, është gjithaj lajm bombë. Shën si kam, Ledio ka qef që ta futin telefon, dhe ai të vide i lidhur këtu, duke u lidhur vide në studio direkt, më kupton? Po prit se kemi i lidhur me telefon, po. Po thu i lidhur. Jo, i lidhur me telefon, të jemi online, po të jemi mos son pa arreston ai. Jo. Ramsi 4 në Rinas, po e bëj. Sa e bukur ishte kjo. Pra, që po thoshim, po te më ri pak te personazhi, jo te pjesa politike. Si duke do gjeta kur flet, si duke si paraqitje. Se shumë e rëndësishme estetika në politikë, o ti. Në 96-ën pa të bë Partia Demokratike 10 cilësitë e kandidatit që duhet të jetë roshe të jetë. Nuk i ka më. Se i kishte atëre? E i pa të bë 96. Po nuk janë keq ato mësim. Janë shumë të rëndësishme ato. Po patjetër. Bob Dolli. Bob Dolli. Jo, prit, mos pikë te Bob Dolli. Humi 8 pikë për herë kur urzuan foltore nga dora protest. Bravo. Po patjetër. Mbajmë. E mamen. Mira, ai urzua, është tjetër gjë. Shpillje ka më nuk mund ta duronte. Edhe si kështu më ça. Mund të ta duronte fuqia potenciali qytetarët amerikanë që të jetë çyryk. Atë kohë tash Biden shkret pa ças autokartin pa ardha atje. Ka ças autokartin. Oj. 2 vite. Çfarë ka ças autokartin. 2 vite të fundit s'kish mekanik ta merr ndërzim as për filtrat. Ja. Ole dio, këtë duhem prerë më burr. Për Bidenin s'kish mekanik ta merrte ndërzim as për filtrat. Çfarë perle. Shpesh herë hapte derën e frigoriferit mendonte që ishte mbaj. Gjëna. Se 20 drita frigoriferin malë. Po gjëna, mërë. Shishet e kosit boshin Allah në rujtë poshtë. Po gjëna, po sështë nuk e kisha ndoron. Po ta kisha avër dhe i thoja që ke qenë 35 vjetë, ke kontribu, se në më shumë se 35. Ore, këthemi të manastiri. Po të njeri se kemi dhe këture. Ke këtu që kanë qasë autokartin dhe i duket vete se janë të lirë, se ka disa në pirsa. Po ka ku të mund ke loj, ke 130 parti. Europi nuk për zjedhe kur, kena këta u dhejse që ato i thonë edhe kur rëshket, thotë, sa bukur ke rëshketi. Leonard Soli që ne jefë, besoj. E njofë se njofë, po. Brillant Soli, ka batutat pa para, po. Po,
Rash duke nga makini që komplet fajim, tha. Më zbret një mrapa që ishte shef personeli e kabinetit se s'du t'i dal emri. Edhe më tha, sa burë ke manovru shef, tha. Po mos kishe manovru ti, tha. Ne do ishim dhe. Unë tha, vetëm fajim ishte. Pra këtu të bëjë servili dhe kur thuj qafe makinë. Edhe këta i përqenë. Tashi, o Gerta nuk është... Ma kthe pak foton e o Gertës, Ledio. Nuk e kam gjutë flasi. As meeting, as parlamenta, për ledhës. Ka dalë vetëm... Se ka interesuar ty, për ka folur tani. Po jo, unë qujtë folur njerës që flasin dhe lënë gjuhë. Edhe kur unë shikon, thua ti, bam të vjeni hona. Pra, kjo ka folë disa herë me tenxhere në dorë kur merë të vaksinat, herë me Benameta, herë me Ramon. Edhe doli bëne 2 deklarata që shpëtoj Nan Hatixhen, 90 vjeqe nga Kuksi gja nga Covidi. E shpëtoj. Dhe i kam thonë parlamento. Që hapët barku me tenxhere vaksina, vini 4 veta, lekte naftës makinave që del deri në rinas. Çkriter plotson o Gerta pra? Nuk. Të paktën, një nga cilësitë e... Besnikrit ndaj Ramës edhe burokrate. Që firmos, si që ka firmos... Po edhe është simpatike. Si që është Arlindi, si që është Flori, pra të 3 këta kandidatë janë simpatik fatikisht. Ne po flasim për... Më falë, po a ishtë një nga kriteret që më të ti? Drejtus. A ishtë një nga kriteret? Thash? Po qënë si ka, më ishte e regull, është gabim që se keni tani. Ti e dakor që duhet jetë kriteri i pamjes, apo s'duhet jetë? Jo, më duhet jetë, po... Edhe nëse se ven kriter, shqiptarët, duke huazuar fjalë turta, nështë nga turqishtja, në qerja shpreh shpirtin, në i farë mënyre, por jo gjithherët qëllon. Se ke edhe shumë shejtanër me kështu e njëllor nga ftyra, bloz nga zemra. Qartë. Po. Kështu që nëse këtu do të... Unë nuk besoj, këtu është një konkurim politik dhe sa do që të shmangë me ne, gjdo palë zgjedhje, jo vetëm Shqipëri, më në gjithë botën, edhe kërë janë zgjedhje administrative, si që janë lokalet, janë zgjedhje politike. Qofse i pikëzojmë, pastaj bëjmë i uri kështu për misa, po për mister. Jo. O kërta mund t'ishte ma, se këta 2 tjerë janë meshkuj. Ka një foto tjetër më të bukur, Ledi, kështë e ranë në kaluar. Për bukur, mjafton që është femër, për mu flas. Shë më e mirë se sa këta 2 meshkujt. Qartë. Po të kesh në tjetër nga PD-e këtu, ma se pëlqen tjerë. Po të ishte ajo, për shumë, të ishte kandidate kjo, tuaja, si quhet? Jorida Tabaku, që është përfolu, po që ajo nuk donte. Unë nuk besoj, unë kam qenë nër kryesor që kam ngull që tjetë Jorida. Ti doje të ishte? Po, jo për bukuri. Jo për bukuri, jo. Po flasë si gjini femërore, më nuk ka lidhje. Ishte për ballo Gertës. Jo vetëm, po... Do ishte gara më interesante? Po do ishte shumë interesante, kanë qenë dhe shoqe banka e klasën në gjimnazike, sa mi frashim duket bashkë, por, po e the me humor. Jo, pse me humor, ka që vërtet? Po, kanë qenë bashkë. Jo, që kanë qenë bashkë shoqe... Po, pra. Por që them... Edhe ajo Jorida është këshu ajo. Ajo është këshu, ka një lloj diplomacie dhe me këto kundërshtarë. Dhe ke vënë ju flet, nuk ofendon, ka një tjetër sjellje Moric, që se ke vënë. Ajo mori 20.000 vota në listën e hapur Tiranës. Dhe për këtë arsye duhet pranonte, ishte më e votuar në qark Tiranës. Duhet pranonte të riskonte talent të mandatin, se këshu po kemi këtë modelin politik që rahatohemi për vete mori mandat dhe o zot më lënë të rojë shalabon zgjedhje janë 30 vjetë. Për të nejtet një mrena. Ne ma mirë djepje bosha shejtani mrena, qa të regjit du në ty? Pra duhet kishte mundësim për të treguar që është fair, në shpirt, nuk lufton për një mandat, për t'ju kthyer në një farë mënyrë respektin demokratëve, ashtu si që i mori ato 20.000 vota, se patë dhe dashamirësinë e këtyre që thatë ju, të këtyre partive si motra, bënde foto kumbara me brace, me gishta, ke foto kësaje, gjatë cilën unë se kisha, për shemë. Por, unë kam këmkull që tjetë ajo. Pas asaj, doktor Ilir Ali Mehmeti. Ishte i dyti më i votu. Pa i pëse s'pranoj? Pse di, unë nuk e kam takuar, se së është, edhe pse bëjmë pjesë në i parti, rruj respekt në distancë, për së është pjesë e njerëve të mi të afrë që unë i kafe me te. E kuptova. Pra, në fundit e gjithë jeta... Oke, të maroj me këtë, mësim, sepse kjo është dhe tamam biset për qefë sot, e zdoj ata vija me kufizime. Për këtë, jo, për këtë Manastir Liun. Ti thua kjo në regjimin që jemi... Së është kjo aty, fare. është Ramsi, pra. Po, pra. Ramsi 4. Atëre, pse do të hargjojmë kohë të flasim? Për pamje nuk kam të merem. Jo, nuk do merem në kuptimin e keqma, jo. Jo, po duket... Thënë në qalli... Ne po merem në pamje dhe me Arlin Qorin. Edhe me Florbine, pra edhe me Meshkuj, s'po merim thjesht se kjo është femër. Unë thashja, për mua janë të 3 simpatik për të parë. Ajo është një ushtare e bindur e Ramës, e ka treguar me vepra në 13 vite, kur ka qenë ministre e shnetësisë dhe ministre arsimi. Pra, qaj ka thana i burri, 8.000, 18.000, 12.000 kina ble një aspirator, kur vene tjera kanë ble nga 2.500. Kina ble dorashkat dhe maskat me gjithat e alkoholin, më shtrejnë sa 4 venet BE-s bashkë. Florbinaj. Vaksinat. Aktor i njohur, skenarist, piktor, kam bëru arkitektur më duket. Të drejtën e ti të dali pa... Ti e një vetë? Jo. Fare?
E njoft në... Nga larg, jo se nga afër mbase se njoft njeh. si aktor portokallije. Po. Nuk është pjesë, e njoft shumë aktor. Ka qenë dhe aktivist, ka shumë kohë ka dalë për protesta, për teatrin, për shumë gjëra. Nuk ka qenë i angazhuar politikisht ai nën Nuk ka qenë i angazhuar. Nën kryetari Lapajt dhe ka ikur. Ç'ka qenë angazhuar? Kush? Binaj. Kur ka ikë Edlira Çepani, ka ikë dhe Flori nga Lëvizja Shqipëria Bë. Nuk ishte nën kryetar. Subjekt politik ishte. Nuk ishte nën kryetar. Nën kryetar. Jo. Një nga themeluesët, një nga themeluesët. A 10 veta ishin gjësej, nga ata të parë. Po pse ti thua që ajo... Se më thatë ju që nuk ka qenë i angazhuar. Në kuptimin, po ima çan angazhimi Parti politik është... Për disa javë, po për disa javë. Edhe Edi Rama ka qenë KPD-ja 4 ditë. Quhet thoti? Po ishte KPD-ja, se ai thanë ik. E qartë pra se... Ata që e sollën nga Korfuzi, ke shtëpia Ramadan Karanxhës. Ai për zonë se ishte marrëveshje ti këtu unë atje, nuk e di. Por që quhet angazhim politik. Tani Flor Bine për ty, ta mbush mendin apo jo? Flori nuk është... Berisha doli e mbështeti, Agron Shea e mbështeti, thuaje Lapa e mbështeti. Unë të doja dhe jam partizan i të qenmit, kandidat një figurë e fort politike, qoftë edhe për të rreshtuar partin për ta parë, ja shkojq apo nuk shkojq më shumë se ç'ishte. Pra ti nuk je për personazhe që nuk janë personazhe politike. Ai është drejt në ti të kandidojë, se sa kohë që thot jam i pavarur, unë nuk e kam nërmend t'i bëhem as ombrell, as mbështetës, as një kandidatit pavarur, sa kohë që kur kam qenë i pavarur, Flori s'ka qenë me mua. Edhe për atë arsyen e thjesht pragmatizmit që ju thatë fillim të emisionit. Kur ke qenë ti i pavarur? 2005. Kam kandiduar i pavarur, nga marrë 3200 vota në Qerm për deputet, për balë Spartak Braz, Berim Qerm. Në 2005. Doli i pavarur ti atë? Po, kundër PD-s, PS-s, LSI, se me radhë. 100 herë të thesh në kohë, 100 herë bëjt jetë në gjë. Isha kandidat 2011 në Flori s'ndihmoi, isha këtu. Në 2021, 5. 11 maj, isha këtu. Si, po pse ç'pritet ndihmonte Flori? Po pse Flori pret ta ndihmoj unë? A ishte Flori njëri aktiv? Nuk pret, jo, unë po të pyes ne të dy më ne po bëjmë muhabet për një të tretë. Unë do të rrija në kutit votimit. Ti për shumë në këto zgjedhje. Po nuk ndihmoj asnjë të pavarur unë. Unë e kam detyrim. Pra ti nuk i bindesh partisë, nuk i bindur asnjëherë. Po tisha njëri. Si ka fsi e rriu shtar ke partia, kisha net ke partia punë. Po si e bër 2 herë deputet më buri dhot. 2 herë deputet? Ku ke këtë liri dhe këtë... Unë jam bërë 2 herë deputet në ditët më të këqija të PD-s nga halli. Një herë në 97-ën, kur Sali Berisha dhe Partia Demokratike nuk gjente do të kandidat nga Shkumini deri në Janin, dhe unë kam dalë vetë, se s'kishte PD në atë kohë, Siglën kam marrë nga PD-ja që kam kandidu, dhe falenderoj 53 seksionet e 53 qendrat votimit Qerm, Divjak, Gos, Kryevill. Ish kryetar komune, demokrat idealista, miq, kam dalë vetë. Qartë. Me automatik ndosh ajo, situat ishte. Sfitove do të dere. Jo, fitove, po. Unë ishe deputet, pra unë kam dalë vetë deputet. Kë kishe përballo... Ish prokuror Vladimir Metanin PS që hyni deputet nga lista. Fitova. Pasë nuk kam bë, përse u kam pas qef. Sa herë që kam patur mundësi këta për të emru në lista, mu s'kan emru. Po pasaj për herë dytë duke të futi Saliu. Për herë dytë kam qenë 2017. Të futi ishte kryetar Basha. Ishte Basha. Saliu asnjëherë. Por, kam qenë kryetari për Desi Lushi, se s'kish hall pa më fut. Qartë. 5 vjet kam drejtuar degën numër 6 Shqipëri. Po Saliu asnjëherë, Berisha asnjëherë më sy. Me kështu me të falme. I më të falem mo që të thoshte, ore, mësimi të tjetë pa tjetër. Ore, dua mësimi pa tjetër. Jo, Allah nuk e doj pa tjetër mësimi, se unë nuk jam nga ata që dur turkas. Ore, s'do të rrjedhe njerë. Berisha vetë nuk ka shprehur asnjëherë se thuash afrimitet me ty politik, thotë mësimi na duhet. Jo, asnjë që ngjan me tipin tim. Po si ka mundësi? Po se të gjitha që janë atje lart nuk kanë qef që ti prishësh. Ta duam kështu ti thosh. Edhe kur rëzohet me makinë dhe sa mirë e ke marrë. Po mirë, pa ky Berisha tani që thotë ne do mbështesim Florian Binaj thotë. Berisha ta mbështesim, unë nuk e ndalon njëri Berishën. Po se ka njeriu e vet pra. Unë nuk jam Partia Demokratike për Sali Berishën. Unë jam se kam hang 11 muaj e 6 ditë bukmisri, s'kam pas asnjë qend lagje, jo Europë, ke Partia e Punës, dhe kam shkuar në shkollë në Kamës, se s'doja në Kamës, për mos më shku ushtar. As kam qenë spion sigurimi, kam luftuar të hap doset, dhe në 35 vite unë kam punuar vetëm 5 vjet në shtet, 92-97. Ku ke punuar atëherë ti në 92-97 kam qenë kryetari policisë financiare të Lushjes. Dakor. Derisa jam bë deputet. Ma ke thënë. Dhe kam 28 vite nga 97 jam opozitar edhe kur ka qenë PD jam pushtet. Si ka mundësi? 2005, po kështu jam prerë sindikalisti. Po pse je kundër të gjithëve më? Nuk i jam, jo kundër të gjithëve. Po kundër të gjithëve kuptimi që si pra je edhe kundër Ramës dhe kundër Berishës. Pra nuk se thuash jo kundër. Si se ke gjithë kampin tënd? Sepse je individ, pra nuk do të futesh në tuf asnjëherë. Ja, tuf, që kur thot tufti është shumë e randë. Atash në qëllim si veterinar. Jo, në rregull e keti ashtu e them dhe unë. Pa, tuf e ka thënë dhe ti. Unë ty të imitova. Pra, unë, kur ka majtë mandatin, 2019, këtë debat, e kam bërë me Timat.
Sepse u shqetësu shumë, babën tim, po që është gjallë. Edhe Si e ka emrin? Nazif Murrizi. Nazif, që se nga shikon, me lymin jemi. Sepse kur vajta ta sqaroj, më tha, populli thot ndele që ndahet ka tufa e hanujku. E tashu nuk jam pjesë tufe dhe në qofë se e ke qujtë tufë për dënë atëherë. Po tufë janë të gjithë, nuk është vetëm për dëja. Çdo parti është një familje tufë, më synë tani, ka ca rregulla. Rregullat janë mrena asaj. Kjo po s'është ç'është, nuk është tufë kjo. Jo. Është tufë të mërshme. Cile tufë? Kjo e Ramës tani, e Ramësit. Ramësit 4. Por këta tufë kanë qenë 41 më. Jo, në kohën e Nanos nuk ishin ndaj tufë. 6 muajt e fundit. Pati debat. 6 fundit kërë e morën vesh që do ikte Nanos, se ishe sistem tjetër dhe metodë ka i donë të vetë. Tufë kanë qenë këta gjithë. A i fuste gishtin KPD? Si Ramsi 4 nuk e bërë njeri kështu, ta blindonte, ta bëj, kjo ka bërë e partë ushtarakë. Kjo ka bërë e partë ushtarakë. Gjithë ata që nuk qenë tufë ke Nanoj përzohë dhe ka marrë këta të vetë, tufën e vetë. Pra, ka marrë këta që nuk janë as militant, as socialist. Ndaj të thashëm kur më pyte për Ogerde. Ta janë duar Trokitës, që si pas variantit temi që Lpirës. Kanë gjuhën e fort, jo për të folë, po për të lpi. S'kan lidhë dhe me militantizmin, as me protagonizëm. Këthejmë dhe pak të Floriani. Ti vetë do të votosh në 9 nëntor që se bëjnë zgjedhje, kur do që të bëjnë? Do të... Apo se kam darë akoma? Jo, se kam darë, jo. Nuk është se kam darë. Nuk shkoj dhe nuk ofrohem si argat për as njeri që s'ka lidhe me subjektin tim politik, që unë i përkas nga 8 dhjetori 90, kam qenë themelus PD, studenti dhjetorit. Po kjo ka qenë bebe atëherë, robur? Po s'ka më lëtjet, këtë mledhi bebet e vetë ta votojnë. Pra unë nuk hargjoj as një energji. Ore, as për votën? Po fare, unë do të përkra një nga 24.000 antarët e Partisë Demokratike ku unë bëj pjesë, edhe pse shpesh herë jam dakord me ato që artikulon Berisha apo Flamuri, po t'ishte kandidat. Me njëri që s'është antar i Partisë Demokratike, nuk mund të më qoj mu as Berisha as Flamuri, si lavjerës për të mbështet. Keju mushet menja këtyre së është burri mirë. Nuk për mushet menja mu. Pra i bie që ti kësa e radhës mos shkosh marrë të votosh? Nështë të jetë herë e parë mas 35 vitesh. Jenë vete? është lajmë kjo? Jo më të bëje si dush. Jo, është lajmë kjo, jo për mua, jo, po ku u tha, është e bukur kjo. Mësy Murizi ere parë... Mas 35 vitesh që nështë shkojnë votim. Që ndoshta nuk shkoj të votoj. Po, se për ata dysë më bëndora mu. Por dhe për njëri që është gjithloj su të votosh i Suedez. Flasë për demokratët. Një Norvegjez. Kryeministri i Luksemburgut. Edhe fakt po ta shoh Floriani. E qujti Ramën, Edhe syti ka jeshil. I ka jeshil blu sytë, shive si i ka një gjyrë të hapur. Komplet Suedez Norvegjez. Jetet me qesh nga Vlora. Është blonjat në origjinë, po. Po çuri mirë është mo ty Floriani, pse po rishikon apo sym? Ore, apo thjesht i thua sepse nuk është antar, po ka që rëndësishme është duhet të jesh antar patjetër. Për mua po. Sepse dhënë të Elite Zeras, nami Hasan Qeras, ke Myslim Murrizi nuk jetë. Si ishte kjo, si ishte? Dhënë të Elite Zeras, nami Hasan Qeras. Asgjë s'kuptova. Po ata që janë nga fshati që kanë dele e kuptojnë. Si e themur burr? Dhënë të Elite Zeros, vend e Zeros. Po zero kush është? Njëri që ka pronat, që ka hem dhënë të mbëllit. Zero quhet? Zero. Zero si zero? Jo zero si zero, emër. E pra? Ju në herë? Jo. E përdorim dhe në... Ka emra zero? Po. Çfarë perle? Dhënë dhe vite zeros? Nami Hasan Qeras. Nami i Hasan Qeras. Po, Hasani beqerun të dhënë të dhëtë të këti, pranë ishin të këti, gjithë miletit dinte se ishin dhënë të dhëtë Hasanit. Hasani s'kishe brek vesh. Çfarë perle? Pra, dhënë të dhëtë e zero, si themi ne. Namin e Hasan Qeras me mund nuk shkon. Që do me thënë, Floriani? Që do me thënë, Floriani nuk e di për njerë, as kuj që mund të votoj, sepse thot nuk jam e pëden, nuk përfaqësoj opozitën, ja i pavarë, din fitoj pavarë. Jo, a i tha, unë kanë kërkuar në mbështetjen, tha. Në mbështetjen e PD-s dhe të partive tjera. Gjithkush kërkoj mbështetje, më. Por a i njef, a thot jam kandidat i opozitës, i këti. I 3 partive opozitare, thot, i 4 sa janë, ku di unë tani. Thot jam i pavarë. Pavarë, thot, i mbështetur nga partitë e opozitës. Po unë nuk jam gardë që të shteshra, pra. Damotja dë hunqet që ndrojnë ka, Marian, ose mullari bykut, që mos je jam i kashta. A, let jo nuk mund e më, jo. Nëse bëhet Berisha, hun gardi për të pështet, 100 këtë qepe, gjithë flamuri, unë jo. Jam 57 vjeç. Nuk ma vëshëllajnë pra që doj hun gardi. 68 a edhe ti? Po, 68 që kemi një mosh, po. Po, pra. Që që unë nuk jemi mosh, e s'bëm një këllaj hun gardi. Jo. Ata para nesh e kanë qef, ose mas nesh. Unë jo. Ma shketa se kaj qatë themu. Dhe nuk më merë kush matë më kapin si hun gardi, me që është vetë të thot, ti të vishë se këtë damatje këtu ka nevoj për ty. Se ja fusë unë dhe ti ku ti vire hatë gjithë jetën.
Po pse të cepësh tani, pse të cepësh? Jo mos unë them jam ti. Po ne jemi bashkë tani të dy, pse se me qetësi? Pse se me qetësi? Pra unë edhe të hipën pas. Unë flas me Pat. Pas sa bukur sa e ke atë për çfarë perle e ke. Pse kur jemi bashkë. Debati që kam bërë me Flamurin apo Berishën këshill kombëtar për LSI. Ku një ke këtë nokën? Nuk janë ndan Berisha asnjë. Jo, si? Nuk janë ndan kur thua Berisha, hop, e ftohet edhe nokën nga mbrapa. Po se ky thotë jam unë Berisha tash më. Se sa kam pas thënë kështu 97-ën, kurse dija që ishte Flamuri fare. Thoya për Berishën, për Engjëll Zembekasin, to mordosnin tritata që ishin. Po qartë. Sot ky thotë jam unë atje. Nuk thot jam unë, mo. Po kështu thot më. Po ta shikosh debatin e Këshillit Kombëtar me mua, tha kam prokur. Nga doktori. Që në emër të Berishës ja pun përgjigje. Po se është nuk kryetar, po çfarë është ai? Është sekretari i përgjithshëm. Sekretar, po mirë që tepër pra. Dhe i kam thënë që doktorin për fat keq njoft sa kohë para te ti ai është ai, kështu që fol në emër tat, jo ta di. Mes dy burrave. Pra unë po them që nuk mundet askush të marrë mua dhe të pjetërsoj vullnetin tim. E kuptova. Përveç krijuesit. E kuptova këtë. Pra unë kam bërë debat me Timat, me Nazifin që ti e përshënete. Po. Sepse thash kështu e mendoj unë dhe mosha e Këshillës ka kalu për mua, unë jam më i pjekur. Po me Nazifin me Nazifin vazhdon bën debat shumë shpesh tani. Jo. Fare? Jo, Allah ka drejt Nazifi. Gjithmonë. Gjithkohë. Pra është i vetmi ish Nazifi që ty në një familje ta mbyll gojën apo jo? Jo, më mbyll gojën, po s'kam se bëj debat fare. Ai ka drejt gjithmonë. Po pse? Po se është Pse këtu thua edhe këtë për Berishën? Po s'është baba im është Nazifi, po ta them prapër. Unë jam prodhimi i tij, s'kam bab politikun. Jo, fare. Politika më hy vetëm se kam jo Berishën 90. Dat 7, 8, 9, 10, 11, 12 kam joft. Kur ka folën qytet studentit. Si që ke njoftë dhe ti? Qartë. Ka unë se kam njoftë, shikur nga zemra kam qenë. Top, ta kësha njoftë si doktor. Edhe plejt, ka qenë mirë. Që s'kam unë baba politik. Kush ka qef të rri dhe tjetë dakord të pranoj kështu si qanë mirë, kush ka qef rrugë e marrë i qoftë. Po kush të pranoj? O mësim, ti e kaq interesant më burë, ti e njëri që do debatin, ti e njëri që ke gjëra për të thënë, ti e njëri që... Kundërshtosh. Një sekond. Po kush është ai kryet... Ore, atë pyetja ime është e thjeshtë, me që ti nuk do të kesh baba tjetër dhe s'mundesh, se kështu është karakteri jot. Si drejt ai s'bën një parti tënde më mësim? E bëna partinë time. Kur e bëre më? 2021 kam kandiduar me Partinë Lëvizje Demokratike Shqiptare. Ishe vetë kryetar? Po, vetë kryetar. Po pse e le atë parti? Po ju mos e kam lënë atë parti, na lanë votat e qytetarëve dhe të vjedhura nga këta dhe ky ligj bastard që parcelizohet në këtë. Po të kishe vazhduar më mësim. Ore, çka më shumë Adriatik Lapaj, fal. Çka më shumë Tik Lapaj. Alim Qori. Ai problem se s'desha. Agron Sheaj që kanë parti dhe pse mos e kishe ti më? Nuk janë të tre lloj. Po nuk thash janë një lloj, mo ti mora veç e veç. Qori, elektoratin bazë të ishtë njerit Husni Miloshi. Dhe po aq vota ka tja. Këta dy tjertë kanë model tjetër të bërit fushat. Unë në Arja nuk paguj kokër leku për votë, sa të mjapi i madhi zotë fërëm. Unë që më shefto. Sepse s'ka marrë në politik me lek. Pra ti thua që po të bësh parti? Ta që ka ndarë politik, po, që më thonin qytetarët? Sa mirë bënë që majtë mandatin? Sa mirë ja u bënë që fletë për Metën, Ramën, Berishën, Bashën, e shumë? Po për votë, thoi unë, o të na japsh në lek si filani, ose që keme i partit. Kërkojnë lek, thua ti njerëzit, kërkojnë para, por që se i kërkojnë votë. Kur ke shqef, hajde i dite me mu fushat, edhe të shimo, edhe në 2025. Unë kam qenë është e vetëmi kandidat, që nga Partia Demokratike ka mulluar zonën ku janë 95% biznesër Shqipëris, ka sharin vorën, dhe s'kam trokit në asin der biznesi unë. Sepse mesha, vesh dhe shifsha, një dilte, një hynte nga këta të listës mëllur. I këte i pëses, vinte ky. I këte ky, vinte i tjetër. I grinë më qëketet me gjoba. Jenë vete. Po, unë nuk paguj para për votë. Kokër leku japun për votë. Po mos do shta mësim më farë tani. Më lejo. Më lejo. Se nuk është vetëm ky drejtim që thuet ti, që unë nuk jap lek për votë. Po. Tani, Partit e vogla. Prit pra, ka ca momente që dhe mund të marrësh në një lek, për njëri do të vijë të futet e ty, të listat e tua. Zakonisht partit, dhe marrim në një lek. Ti e di apo jo? Ja, 2020. Po jo ti, nuk të mirë ti në xhep, për partinë mos zotri. A ka deputet që kanë paguar për të futur lista? Po të kishte një parti për shumë, do të dilja unë e zëm, ose një shoku im, që do kishin gjatë do thoshim, o mësim, ne jemi biznesmen, vëlla. Duan të futemi, të jemi pjesë e lëvizjes tënde. Nuk është pjesë. Po jo mos do të jap ty, unë do jap Arkës. Jo ty, Arkës, kontribut. Po, unë them këta i morin vetë më këto. Po rreri më ata ti mos i merr vetë. Ore pse e kundër një partie ti me gjithë këto gjëra që ke për të thënë molla, ti je një nga njerëzit e rrallë në këtë vend, që pa pasur asnjë pushtet në dorë, ti në çdo studio dhe flet me një pathos gjigant. Dhe është gjuna që ti mos kesh një fortore më mësim.
Kjo është pyetja ime, tani ta them sinqerisht. Jo, më jo, unë Ka se kuptoj dot. ishte ishin më thonin kështu dhe unë u frenova. Thash, o myslime, këta thonë, ti e burri mirë, po duhet t'jesh me në ina këta që ke shajt, se s'bën. Ose në jep në i lek, se partitë e vogla me lek, thonë këta i morit. Unë lek për votë s'jap. Te këta që këta i qojnë burrat mirë kam Po Arlindi ku ti ka dhënë lek tani që ka marrë 25.000 vota? Ta thash Arlindin, pra. Po pse më ç'është Arlindi? Njeri është Arlindi, o burr. Dhe ti je njeri i ndershëm, o burr. O, Arjan, Po çe karakterizon Arlindi? ata që quajnë, që vajnë shallin qafë çdo 5 maj, dhe që thonë jemi veteran, nuk kanë gale. Shkojnë tek Arlindi se është partia e Arlindit Ti që... mendon që janë ato vota? Po, aq vota ka marrë Po sa... kujt i ti që ka marrë nga veteranët? Ai mund të ketë marrë nga të pakënaqërit, nga këta. Jo, më jo, këtu kene nga kush nga të Ramsit, Nga të Berishës, nga të Ram, kujt i ti? nga të Berishës, edhe aty se besoj, nga të Pëdes. Gjoher, ne jemi vetëm i vend që gjijem që t'jesh sot veteran, me gjithë respektin që kam për ata që kanë qenë luftë. Qartë. Për ata tjerë s'kanë qenë luftë, Jo, ata s'kanë pas kurajor, prandaj janë gjallë sot. Jo për numrin. Fati që janë gjallë sot do të thonë që ka qenë frikacak. Kam i debatun për dëshmorë. 1141 dëshmorë ka Shqipëria. Jo 28.000 sa rajnda. Ta fllëqësira që kanë po politikën. 1141. Po pse janë shtuar kaq shumë? Të dëm shpërbyer gjithë nga Enveri me komision, 900 franka ari për çdo dëshmor dhe ai e ka ditë eksakt numrin. Po i ka shtu këta bastarë që kanë bërë historinë e këta fllëqësirat. Ta që kur desin të rëvitet gjithë politikës kanë ditë gjeniu i letrave, gjeniu i fletores, gjeniu i lapsit. Ta që kanë 35 vite s'ka shkujt as i letër më. Gjej shkrimtar të më këtu që ka bëjë roman, mas jo prish kooperativa. E kanë bëjë legji komunizmit. I ka shkujt blokut. Pra është një masubim, thoti. Pra, që t'jesh veteran sot, duhet minimali e datinës imi 1928, që t'kesh qenë 16 vjeç 24. Që do të thot, duhet t'jesh 97 vjeç gjallë. Nga sigurimi shoqërore, se unë jam shumë gërmus, si që pyes për prokurorë gjyqtarët vetim, unë pyes për dosjet e sigurimit, pyes për këta. Gjithë Shqipëria ka rreth 130 pensionistë që janë me mosh mbi 95 vjeç. To i shef çdo 5 maj veteran 70 vjeç. Dhe kur mendon që këta... Po jo, më ky ka lënë 50-ën, lufta ka marrë 45-ën. Si është ky veteran, valla? Ti thua është manipuluar. Po jo, është manipuluar, më këta se hot kanë pas gjyshin, veteranë janë unë tash. Del bëjnë edhe kronika, mediat, Qartë. kolegët tuaj, dolën veteran, do të vunë kurorë, shikon gjithë si mosh, ata mosh 3-4 vjeç më të mëdha. Më të mëdha se unë se ti. Po kemi qenë luftë, nuk kam lënë 68-ën. Qa veteranë opinash janë këta që ka le mas 45. Nuk janë këta që manipuluar 28.000 dëshmorët. Jo këta janë elektorati. Ore, po klasin. Ore, dëshmorët i kanë... Oke, për të rikthyer për ta mbyllur. Se fati ora 10 e çerek. Le t'jo më thuaj kur ti jetë pulla gati. Po se ballona. Po se erdhi ballona. Po se ballona më. Ballona është aeroplani më. E di mi le. Nuk ikën fare ballona. Do ta presësh ballonën. Jo, po me që folë edhe keq thash ai s'kapin goma. Jo, atë thash unë se theti. Du t'ja hap dorën ta shoh kjo është mrejt. Është mirë, me zi e kemi kullën. Le t'jo ku është kulla në këtë moment vëlla? Kara avioni, kara. Si kara? Kara tokë. Kara avioni, e shul domethënë. Po që kara avioni diu më. Kulla është duke ardhur shafër këtu. Do e bëjmë lidhje kështu telefonike. Tha, më shpërqendron, tha, jam duke i dhënë makinës shumë shpejt. Pra, se është duke i dhënë makinës vetë, kështu që lere. Dgjoj, Mysim, themi edhe një herë te kjo, pra, ti thua Arlindi është rasti veçantë, nuk e fut te kjo kategoria e njerëzve që. Fashën e vet te elektorat. Dhe nuk kanë nevojë të paguajnë. Pas Hysni Milloshi. Po në qoftë ta rriten, se ti the do rriten. Si do rriten ata i bie të vdesin pas 10 vjetësh. Jo, sepse jemi vend, unë ta thash, jemi vend interesant. Ne kanë vdek gjithë nga një luftë. Këto partizan që shefti, këto janë partizan falso. Këto që shefti me shallë qafë. Se 70 vjeç, 2025, është datin e 55-a. S'ka qenë luftë. Po qysh ka qenë luftë? Kemi pas në luftë 55? Po se më ka vërtet sa të veteran. Nuk i shefti kronikat e 5 majt edhe... Ja, një minut. Sa është data sot? Sot është 10 tetor. Do ta kërkoj si nërë, me datë 16 tetor, qoj kamër ke varri Enverit edhe shifi qa moshe e veterantë. Ti thua, sa du t'jenë që t'kenë qenë luft? Minimalisht? 97 vjeç. Edhe, që shumë rrallë mund t'jetë në 97 vjeç. 113 veta se kam pytë sigurimi shoqërore sa pensionista kemi. Qarë perle, më, qarë perle. I keni vendar, më. 600.000 pensionistë, sa ke nga kjo mosh dhe këtë mosh? Sa janë? 105 është profesorin e Ruris me Telezi. Jo, sa janë ata që... 113 veta, po themo, kësej. Që kanë qenë në luft. Jo në luft, më që janë në mosh, që edhe mund të qujnë, që kanë qenë 16 vjeç në 24. Perë. Që kanë qenë të kullot viqët dhe to, s'kanë qenë luft. Po, qarë. Por si mosh,
po ta shofun që është 97 vjeç, nuk do e gjykoj ka qenë luftë apo jo. Po dhe fakt Ky e ka moshën që ka qenë 60. Dhe duhet thënë fakti që është gjallë, domethënë nuk ka pas shumë kurajë gjatë luftës së dytë. Është ajo historia në prezent, ta Gjermani. Se s'do të ishte gjallë normalisht. Që tha, ca i vrau, tha ca, po ti gjysh qatë banë, tha, mu më vranë. Gjysh ishte gjallë. Shisi që është nga së nga regjia i të gjallë. Po e din ata. E që kënaqe njerëzit. Prasi për mundin, vlla, mësym ti dhe në fund të jetës tënde sa të kesh frymën gjallë nuk bën parti politike më. E prove atëherë u zhgënjeve e le. Jo. Kështë u zhgënjeva, nëse këtu do të... Se Ergjinama, di sa Këtu them. do të ketë votim. Ore, gjithë kjo energjia jote morbur, pse të vej dëm? Marian, duhet ketë një administrat që mos se këtu është problem, këtu morin pjesë të rrëllë parti në zgjedhje. Votat e numërojnë 2 parti për DM PS, 28 tjera, qa besueshmëri e kisha unë, që më numëron të votat Ramsi me Lulin. Tu do të ketë një administratë zgjedhore. Është një kërkesë permanente ose BE-s ka 20 palë. Pra ti thua ka dhe arsye të tjera i zvana nga ty pse Tjetër, që unë t'jem fair, që të them që kaq vota ka marrë me gjithmen, duhet jetë një dorë neutrale që të numëroj votat. Po këta si hapë, me qa guximi, o vlla. Adriatik Lapaj, Agron Shejaj, ky thuaje, Arin Qori. Si hapën këta? Edhe konkuruan tani dhe kanë, dhe këshilltar, ka dhe deputet. Mos ma quj... Më jo, duhet kuptoj. Linë tash bashkë me. Me futani dhe Alindiste. Guxim është ajo, bur. Adriatik, ju më po e mori është si partija që ka pas... E ka tham, që mos e përsërisim. E tham. E kishte republikanën Sabri Goda e mori Fatmir. E kuptova, me kuptova. Pra tu ka mori partit gatshme. Iku. Po, tashi... Këta të tjerë me i kanapur. Bashku me nisë më thurja cila ka ndojnë 2021 bashkë. Si që unë vetëm, ata mora rreth 10.300 vota në gjithë Shqipërinë. Që po t'ishte ligji që themun, këshin mora i mandat. U bëm bashkë, duke u nisur në mënyrë pragmatiste, nga i pragmatizmi, që po e vret këtë vend fakt, se kësë është pragmatizm, po është biznes, pazari pi. Po, qarë. Që kaq vota i ka kjo, do morim e ne kaq frymë këtu emigrantët, me nun që do morin, po të shikoj e betejën e madhe, Lapa e ka pas jashtë. Po, qarë. Edhe më përrefe. Me nun që do morin 100.000 vota nga jashtë, marojnë. Qarë. Dhe fakti është që mori më shumë vota jashtë sa mrena. Sepse me humori deputeti PS më tha për dike, që ka qeni mall, PS, mosht vogël, figurë, që mori më shumë vota nga emigrantët, se sa nga PS janë qarë Tiranës. Dhe kur numroshin votat të Pallat e Sportit, më thot, këtë ditë që unë bëj edhe humor, kështë më hasë gjëva, më tha, si e shpejt faktin e filanit, i thash pa ata që kanë ikë heret, kanë 20 vite, nuk e njohin se sa ka avancuar këtë në doktorallikun e traplikut. Nuk e njohin se qa loj është. Ta këtu mrena i njohin që ta në votë. Për këtë thua? I deputet, që nuk doli ma deputet. Qartë. I pëses. E qeshen gjithë ato që a ishe aty vërdat. Pra atyre ku angel digitalbi që kanë ikë dhe i njohin nga televizori. Këtu mrena të njohin që në fushatu ke thonë qketi vla njën qallit kesh bjeri telefonin tem, sa ke marru zjedhe ke ndru numrin. Ata jashtë nuk kanë pas nevoj për tira numrit atë. Kjo fi nga televizori dhe të kjo është burri mirë dhe... Që është? Për unë më dhe përgjigje, prapë. Ta dhash pra përgjigjen. Ishte surpriz votimi emigrantëve. Dhe këtu, si parti që u prezentua në fushat, që do të qani sistemin, se po ta dinën dhe që kanë votuar, që Lapaj do të bashkohe me një pjesë të këti sistemi që do të arzonte, se gjatë gjithë fushatës bën një fushat kundër Berishës dhe kundër Ramës, pak të në teorikisht. Apo jo? Qartë, më shumë kundër Ramësit, po? Po jo, më shumë kundër Berishës, në fakt, po. Po. Kështu që, gjithsesi, ta dini që ti ku ishte aleat me Berishën, të të garantojnë që smerte asit 5 në atyre votëve. Se ti thua tani, po jo, mos ka nevojë ta konsiderojnë aleat, thoti? Që mbështesin Florin? A thot ju që e mështet filani dhe filani? Mbështesin, sepse s'duan që të përçajnë votat të burë. Jo se janë me Berishën pa tjetër, dhe mos i shetë ti shumë bardezi. Votat nuk janë. Apo ti thua njerëzit s'duan gëzuar si dele? Unë jam 35 vjetë. Qartë. Votën e njoh shumë. Unë edhe në salë, kur hap nëj kafe, për nëj birë, kur kam, njëse janë 80 veta, unë them këtu morë 30 vota. Se e shof si e merë shishën e birë, se vota është shpirtërore. Nuk është logari. Sa po më the që ta kërkojnë lekë për votën? Idealistët. Ato 7.250 veta i kam votu me Shtymurizën Tiranë, janë heroj, që asu intimidun nga Rama, asu rrejtën nga lekë, unë nuk them që bërë dhe vota. Qartë. Por, vota është gjë shpirtërore. Dhe nuk është e pa lëkunçme, lëkundet, se po tjetë kështu 92 për deja, ka marrë 1.063.000 vota, 92 kur janë pushtet.
Sot ka 500.000 vota, pra i ka një gati 600.000 vota. Qartë. Se vota, po tjetë se nuk lëkundet, atërë s'kemi se bëjmë zgjedhjen. Unë mi të vëllinë e bëjmë llogarit. Ka që ka tiku, ka që agrani, ka që LSI-ja, ka që pëtimi, ka që kjo, ne kemi fitu. Se jemi 6 vota të e param. Ti vota funksionon kështu? Po, nuk është kështu vota. A jetë jep vota, është 6 shpirtarëm. Nëse ti se krun të këteli i shpirti ti që ti është i besueshëm për te, nuk bëhet llogari matematikët. A i mund të ke dhënë njërë votën të para 3 muajsh, ti ke 3 muaj si ke thënë as falemderit ati, dhe sot nuk voton për ty ma. Pra nuk duhet marrë mirë qënë pra, i ke tani, po mund t'ju mbasësh. Nuk është bashkim mekanik, qartë. është dhe i diku, po nuk është i gjithë. Së është hiq. Nuk është hiq, hiq fare. Ose është bashkim. Jo, po jo, ai që kërkon ti paraqesi bashkim mekanik. Shumë që ti si i parashikon. Është burokrat. Si i parashikon këto zgjedhje të pjesme në Tiranë, se s'po thajmë dhe këto 5 rrethet e tjera, 5 qarqet e tjera. Unë nuk duhet jap opinion sa. Jo, si i parashikon ti? Ramsi kanë xhep, Ramsi ka. E para, në të gjitha rastet thua ti. Nuk ndikoi fare se pas rezultat në 11 majit. Futja e Erjan Velia në burg. Fare. E dyta, sepse pse nuk ndikoi? Nuk ishte më përshtirësi kur shifshe shok dhe shoqet e ngushta të mjaftit të Erjanit, këshill bashkiak që nuk lanë gjapa thamë për Erjan Velin. Pra ky është kultivuar për fat keq. I pjesë nga shoqëria kanë armë politik që rrojnë vetëm duke shit atë që i rrëshqasin kam dhe duke lpjet e që është në pushtet. Pa dignitet. 2 veta nuk ishin këshill atje. Çoni luftarit, Pajës, Gazhi dhe i tjetër. Që të gjithë ata atje i ka emruar Erjan Velia në këshill. Dhe digniteti njerëzore do të thoshë, e para ju po tallni me nesër, ne s'kemi gjë ndonjë për ta shkarku, pse do të na bëni lolo para qytetarëve? Po e shkarkon qeveria. Dhe nuk vim mbledhje. E kemi mik, e kemi shok, ai prezumohet i pafajshëm deri ditën që të dënohet me vendim formës prerë, që të faktohet, dhe ne do të vazhdojmë të rrim respekt për te se jemi në këshill, nga dashamirësia e tij, ai na ka prodhuar nga firma e tij. Lym, kemi arritur ndoshta në një moment, pra në qoftë se sot në Francë dhe në disa vende të Europës, ku normalisht ka pushtete janë të ndara dhe ku, si thuash, ekziston fuqia nga disa palë që është ashtu. Ne kemi arritur një moment ku këtu prej kohësh tashmë nuk flet më njëri me sym çfarë fuqie kemi ne për ndryshuar qeverinë apo jo. Këtu tani është e mirëqenë që Ramsi do jetë tu deri vonë. Pyetja ime është kjo, deri shumë vonë, deri sa doja ai. Për një sekondë. Mos thuaj që ti je nga ata që ke shpresë që Ramsi do bjerë për arsye që nuk i dim. Jo, unë nuk lës rolin ai ka 83 deputet. Njerëzve që hamensojnë konspiracione ku atje. Problemi është ai ka 83 deputet. Mund të më thuash për çfarë bëhet debati sot në Shqipëri kur ai ka mbyll të gjitha përveç Federatës Futbollit? Tani jo, tani këtë ta them për të vënë pikën bisedës. Përveç Federatës që nuk e ka. Hollandit që Hollandi trajner sot për ndeshjen e nesërme. Po jo më jo. Pa e pe videon. Por nuk ka kontroll mbi dukur ai siç ka mbi. Thirr Aslanin me brojen. Po ai tret ashtu i fton, ai kishte thirr ta Hollandi po them. Kë ka lënë këtij. Rama për sportin ka lënë ta Hollandin. Ballot. S'është më ky Duka, e ka palos dhe Dukën thua ti? Ja, Duka kishte thirr ky se i nga Hamburgu më duket. Emigrant thoshte ky se kush ja pa Facebookun këtij Xykes. Ka thënë që pajtoa Aslanin me brojen që ai t'i japi top ti të bëj gol me Semi që thirr të dy. Jo Silvia është ky. Mulon edhe Silvia ky, se e bëni qytetar në Lushje. Kishte drejtuar sqar. Iku që mos rritet. Po një sekondë mbaroj unë reflektimin, se po se mbarova unë, jo nuk e morë vesh. Pyetja ime është kjo valla. Ka që forca është? Jo, mor jo. Në situatën që jemi ne, nuk ka rëndësi kush e ka vendosur. Kështu është vendosur, por nuk ka rëndësi arsye se s'është momenti tani ti themi. Parafsitë e tij, sot ai ka 83 deputet, dakor, më shumë se në gjithë mandatet e tjera. Mund të më thuash çfarë vlere ka debati dhe denoncimi kundër tij? A mos ndoshta pyetja ime është tani pak më filozofike. A mos ndoshta vjen një moment o mysym që me urtësi njeriu kur mbrinë moshën tonë, që mbrinë të afër 6 jetave. Mos ndoshta kur e shef që loja ka mbaruar, kur e shef që banorët e këtij vendi me hir apo me pa hir, me blerje apo pa blerje ka vendosur që të kenë një bari. Dhe bariu bën gjithçka pa pjerdur për njëri fare. Mos ndoshta them unë ka ardhur momenti më sym që njerëz me ratio, pra që janë racional. Ti thon vetë, zore tani ne nuk do merrem me atë, ai është i madhi, ai është sultani, ne tani do zihemi por këtë vende tu poshtë, kush të kapi gjërat poshtë. A je dakord ti me këtë formulë apo jo? E di pse mo, që të paktën të shpëtojnë dhe vetë faktorët që janë akoma ambiciozë dhe që ndërojnë që ndoshta një ditë ti zën vendin. Pra ka ardhur momenti ndoshta them unë kjo është pyetje do ndaj me ty është dilemë. Që mos bëhet më, pra mos përmendet me ai, bile kur të flitet për atë, mos përmendet me emër, thon ai. Të merrem me gjë. Që mos flitet fare. Po çfarë të flitet?
Më thuaj ti maj. Jo, me mendoj për një çast, të kërkoj refleksion. Po e mendojnë, po. Ju po flisni dhe unë po... Fori me ty, sepse... Jo, po mendoja kodin penal që po pregatitën këta gjatë beharit. Të ta shkrujmë kod penal, që e këshin shkrujta. Që ku shanë figurat mëja shtetërore, si në kohën e Enverit. Pra të mos i përmeni ma emrin. Unë nuk besoj. Jo, ti vazhdojnë këmë të jesh optimist? Ti ke shpres? Shumë optimist dhe nuk ma njenë fare sa i madhë është kjo që thuti aji. Fare, mu. Fare. Në ka e dhjaks. Kush duket i fort me të pamundërin, është një dhjaks nda e ti që kam bi kokë. E vetë me gjënë që këputët kur trashet, o Arian Qani është zëllumi. E di këtë Ti thut 83, 127 deputet patë Sali Berisha 96. 20 ma shumë se 92-96. Po nuk pati mundëshurin që ti mbante mërë burë. Jo, mërë, jo. Ndërsa ky është furbo, ti vetë fe. Jo, qa furbo është këpa. Si më nuk është furbo? Ky thot këtyre të hujve, ky u dhjaks për një batut që unë nuk do të bëja kur sa t'isha gjallë, jo për e te, po asë për kryusit. Po pse e duan ka i shumë për atë huajt? Po nuk e di e duna, po se duna, po e imi nusë, s'kush e do Toni Blerë që vje merë trastën këtu, që i dha këj dogana 2 vjetë, ngele makina që i qente dhenve rrugës, ato të verdhat. Kush e do gruja ati që bëjë reformën dhe si? Kush e do Sebastian Kurzi që bëjë $400 milion bëni me i firmë kanalesh vetingun? Po se më duke në gjërat të vogla aty këto? Kush në e do këne? Po kur theme do, nuk është punë e dashurisë, që ka në ndorë, ma? Uli kokën. Vajtë Baran Bega nuk e be, u mërzit shumë kë. Të mësë uli kokën, jo, po mërzit shumë se ka qenë gjyllë 11 vjetë. Jo, ka qenë dhe Bajrami... Po ne, ma ka qenë qipë, s'ka folë Bajrami hiç. Shive eskortën, për që 8 makinat brindu me Bajrami, i motor 220 që nesë me qëtyme. E më qatë, tërgoj mu. Pra, kjo është nuk është aqë rahat sa ishte, nuk përle, kjo thot, ju thot atyre, bëni qëfar doni me mu, leni mu të bëjt qëfar du me shqiptarë. Po shumë mirë. Ky civilizëm do të marë fund, sepse tashi ka dalë langu sheshit. Po kush do marë fund, më? Gjithë që, ky nuk është më uiski 100 vjeçar shishe, për ka erë, është për lanë. E kanë kuptu, për e lasht ta ule poshtë, sepse duket keq në ekran. Duket se po i bëjmë reklam. Jo reklam, duket keq në ekran, se bardh kjo. Pra, nuk ka ngeliri më pa kuptu. Na ja futim plam këj, mos e unë. Vetëm Nazifi. Erdi Kulla. Shikyrë më që erë dhe shnosh. Vetëm Nazif më rrizi mund të ma fusim me plam, mos i që ja futim Makroni këti jeti kur kjo talë me Trumpet. Bëni suqeshje, ishte i zgërdeshja, jo. E ja futim plam. I tha, o, pal, qa fletë kësho? Se po në njojnë edhe dhe vedlafja atje. Se kush ja futim me plam? Po e peti Makroni i futi kësho këti. Kush këti, më? Ramës më këti pra... Nuk e që dhe e pëllam, e gëzoj, e përgëdet. Jo më me si pas stilit që i ra baba vetë Makroni. Baba vetë. Me tjenë Baba vetë. se edhe te tha, është dashuri, tha. Dhe kjo e shpjegoj mrapa, bëni gjithat status, që më kanë keq kuptue, se më kanë marrë në konotacion. Ore, mësim, pse më ike, vla, për të mbjusë erdi Kulla, ajde, Kanë marrë vesh, gjithë që është ky. Ky. Ajde. Së takoj Taibin, më. Taibin, nuk e takoj më në Hungari. Kush është Taibin? Se është vë mikrofoni, ole tjo. Taibin, Ulu, Kulla. Presidentin e Amerikë, dhe Turqis nuk e takoj. Ishte ky, një shull që ishte i Hungardin mes, edhe si a hodhi sytë. Sepse i ka kërkut mëllë spitalet, universitetin, se ka realizu, se ka qef. Kë. Erdi Kulla. Se kalojmë pa tranzicion. Shikju që trujti zotin në balana. Të kemi ashtu live, vla. Ti nuk e pe? Jo. Të më live avioni që zbrit në rinës, vla. Me atë hardë, me atë aplikacioni. Sa ti kapin goma në tokë, dhe zonë e kam frikë balon. Po për të kapin tokë, pëse thot? Ore, dhe zotri, puti ledjo në ekran, duke dëneno me siguri aplikacionin, se si zbret avioni që duke shigjet, e ke përsi si qështë, Google, edhe tha mësime, u fut, tha ledjo, po, është rinës dhe i thash është në ajra, po ka zbritu të avami, thash. E po përim të batute, kupton? Prit një të zbresli, do të frenoj avioni njerë, dhe mësimi. Po zbritin të tokë, dhe nuk ka problem, maksimumi do frenoj në fushkruj. Mjafti kapin goma në tokë. Mjafti ka goma në tokë. O kulla, do rriqi mësimi me ne tani, do ashtu, se do të digjoj. Mund të më thua është vlaset, se me zi të prisim, bledoj tani do ndryshoj komplet, do ndryshoj fabulën poshtë, të shof që je i lodhur, shof që ke një lodhur. Po normalë?